BUCI podcast. Edhe mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta. Faleminderit që Faleminderit për ftesën. shiko më more, anda. Faleminderit që pranove ftesën. Falenderoj edhe Erdin që na mundsoi këtë njohje, le të themi kështu digjitale tashmë. Pasi edhe mundësimin imediat e fleksible nuk e kemi për të kryer një biseda live. Si e? Bukur, kreative. Si të shkojnë gjërat? Në një vrap, në një intensitet, me një ritëm dinamik, me të papritura, me sfida, me zgjidhje, me ulje ngritje, por gjithmonë me atë energjinë që po mund t'ja dalim dhe mund të bëjmë gjëra sa më të bukura. Ti nga zakonisht interesante. Po kush është Joana Diamandi? Për të gjithë ata që nuk të njohin. Tani, si e do prezantimin, e do formale apo informale? Se kemi disa formate ose disa mënyra se si e prezantoj veten sipas publikut ose sipas interesit të njerëzve. Po si tek dy herë mat, edhe akullore edhe çokolata, edhe formalin, duam edhe informalin. Prezantoj veten me mbiemër. Jam Diamandi Joana. Pse me mbiemër? Se Joana ka shumë, Diamandi ka vetëm një, e cila jam unë. Jam një person kreativ, komungulës, me ambicie, për të bërë gjëra sa më të bukura në jetë, për të qenë një person i bukur në jetë, edhe kur flas për të bukur nuk e përkufizoj vetëm në aspektin formal ose në aspektin e paraqitjes, por koncepti së bukurës për mua është përtej paraqitjes, shkon në gjëra shpirtërore, emocionale, materiale, fizike, është diçka më komplekse. Prandaj përkufizoj bëj në këtë formë prezantimi për të thënë që po, dua të bëj gjëra të bukura, jam një individ që do të krijoj momente, objekte, gjëra të bukura. Nëse flasim për aspektin profesional, jam arkitekte në profesion, jap mësim në fakultet interior design dhe projektim arkitektonik, projektim të hapësirave të brendshme, por paralelisht ushtroj dhe artin e punimit të qelqit, një gjë që e trashëgoj nga babai. Wow. Dhe punoj me skulptura dhe me sipërfaqet e xhamit, me transparencën, me gjën e padukshme ose të dukshme. Wow, kalibri të lartë më pas ka dhënë Oerti goxha, jam unë i tunguari në këto momente. Je pedagoge në Fakultetin e Arkitekturës në Tiranë. Po. Wow. Jap teori dizajni, evolucionin e hapësirës dhe zhvillimin e hapësirës së brendshme. Por pedagogjia është diçka që niset nga dëshira ime për të bërë gjëra krijuese, është rezultati i asaj që më inspiron edhe kur jam me njerëz të rinj që janë ende të pabrumosur, të pacunguar nga sfidat e realitetit, që më frymëzon. Pra domethënë, siç jap në aspektin teorik, në pedagogjia më jep më shumë se sa jep. Wow. Vetë ku ke studiuar? Studimet e kam mbaruar në Shqipëri, por nëse dallohet edhe nga theksi, që është pak më i ngacmuar, nëse themi kam jetuar për shumë vite në Greqi. Prindët e mi emigruan në 92-shin në Greqi, por u kthyem 2006-ën. Fëmijëria ime ka kaluar në Greqi, në buzë të detit, në tinguj të dallgëve dhe në peizazhe të bukura. Për të ardhur pastaj në një Tiranë dinamike të pas dymishit, në një Tiranë shumë euforike, me një dëshirë për të kapur ritmet e Europës, në një Tiranë që në atë periudhë ishte plot me ngjyra edhe plot me shëndje. Për të kaluar tani në këtë Tiranë që njohim, ose nuk e di nëse ke parë së fundmi tani që është ka kaluar në një tjetër nivel. Me copëza, si shumica e njerëzve që jetojnë larg vendit, nuk diskutohet. Wow, pedagoge. Kemi njerëz të bukur, kemi studentë të bukur nga të gjitha anët normalisht. Unë besoj se gjithmonë të bukurën mund ta gjesh, nëse ke dhe sytë e dura për të gërmuar edhe për të zbuluar.
Brezi i ri është goxha kompleks. Edhe pa diskutim dëgjoj edhe kolegë të mi që ankohen për vështirësitë e brezit, për vështirësitë që kanë jo se merr me rrjetet sociale. Çështja është që shpeshherë që distanca është edhe problemi ton, paaftësia ton për të përballur me ndryshimin edhe me evolucionin. Prandaj nëse shikojmë atë lenten e të kërkuarit të diçkaje të bukur, ti mund ta gjesh të bukurën, edhe ble mund ta nxjisësh, edhe të them të vërtetën, puna e një pedagogu duhet të jetë si puna e Promiteu, që të sjell zjarin edhe në atë zonën e erët. Ti fut pak ngrohtësi edhe pak zjarr për të krijuar atë bërthamën e parë të njerëzimit. Të prekim, unë do të bëj këto pyetjet që janë pak si më jo komforte ose jo të rehatshme në fillim. Cilat janë problemet që kanë studentët shqiptarë? Nuk po flas për probleme materiale apo universiteti apo salla gjëra, po flas për individin vet. Cilat janë mangësitë që studentët kanë në përgjithësi në mënyrën se si e përpunojnë informacionin ose me veten e vet ose me disiplinën apo me le ta themi ushqimin ose ushqyerjen e imagjinatës së tyre, të paktën sidomos në fushën tënde ku kjo është mahamendja edhe aja e çdo gjëje. Mua studentët më vinë në një moment gjatë të formuar, më mbetet shumë pak punë për të bërë. Mund të themi është ajo maja e icebergut, kur çdo gjë është krijuar në faza dhe në momente të shumë herë më përpara. Dhe ke shumë pak mundësi që sa do dëshirë mund të kesh për të ndryshuar ose për të edukuar. Edhe pjesa më e vështirë për të edukuar studentët e artit ose të arkitekturës të edukosh estetikën. Dhe kjo problematik vjen nga dy arsye, nga konteksti dhe nga mjedisi në të cilën rrethojnë. Jetojmë në një mjedis që e bukura nuk është shumë prezente. Bëjmë her pas here krahasime me studentët e italian ose të huaj. Normalisht ata do projektojnë më bukur, se jetojnë në mjedise të bukura, dalin në përditshmëri dhe shohin hapësirat që kanë frymarrje, ritëm, bukuri, simetri. Kanë aq shumë element që ata e marrin këtë lloj ushqimi që në momentet e para që hapin syt. Pra mjedisi ton është ende i paformuar, ende kaotik, në një proces krijimi dhe automatikisht këtë lloj ushqimi nuk e kanë marrë në fazat e para, do shumë punë që ti ta edukosh. Pra ne duhet të krijojmë para se të fajsojmë studentët tanë, ne do të mbajmë përgjegjësi dhe të flasim se çfarë mjedisi ne krijojmë për këta njerëz, për këta breza që po vinë. Edhe përgjegjësia vjen edhe tek profesionistët edhe kolegët e mi që janë arkitekt, që për shumë arsye, për hir të arsyeve ekonomike, interesave dhe influencave, nuk kanë projektuar ose nuk janë kujdesur për të krijuar një mjedis të shëndetshëm. Elementi i dytë pak më social për mua vjen nga familja. Familja shqiptare ka kaluar një tranzicion shumë të vështirë, ku shohim që familjet nuk kanë dhënë mjaftueshëm kohë cilësore tek fëmijët e tyre, dhe automatikisht mungesën e kohës edhe prezencën e tyre e kompensojnë me gjëra materiale. Por një fëmijë që nuk rritet mund të duket shumë e rëndomt, me dashuri dhe vëmendje, këtë lloj frustrimi do të e kalojë dhe do e shfaqë në forma nga më të ndryshme. Dhe automatikisht problematikat vinë, për mendimin tim modeste, vjen që tek mënyra se si mjedisi, qoftë familjar, qoftë social, është ndërtuar, edhe është shumë sfidues. Dhe këtu duhet të mbajmë të dy palët përgjegjësi. Çfarë bëjmë ne si profesionistë për këtë qytete që po krijojmë, edhe çfarë bëjnë familjarët ose familjet për të krijuar njerëz të shëndetshëm, të cilët do të jenë plot dashuri, të cilët do të kenë disa koncepte mbi sjelljen, respektin, normat, etikat, që në mungesë të kohës fizike këtu mungojnë. Shiko, arkitektura duam ne është një formë arti dhe jo çfarëdo lloj forme arti, por është nga format më të vjetra që mund të jetë e regjistruar si formë arti, dhe
duke krahasuar me artistët e tjerë, për shembull sidomos shumë rockstar edhe muzikantë të mëdhenj, stand-up comedians për shembull që zakonisht e shohim shpesh herë që nga ferra lind një trëndafil, gjithmonë janë njerëz që kanë background-e shumë të zeza, të errta, që ato lloj energjie ose ato lloj dufi që ata e kanë, domethënë nuk e di se si ndodh, është një proces që është i papërshkrueshëm tani të gjej muzën e X artisti se si erdhi atij, por që shpesh herë ndodh që nga këto, le të themi, prejardhje të zymta të arrin të nxjerrin një lloj produkti, një lloj arti ose forme arti në patë, domethënë që nuk është parasirën përpara ose që pëlqejet nga shumë njerëz. Dhe paralelizmi që duhet bëja është si ka mundësi që në qoftë se ne, le të themi, e kemi këtë zymtësinë, e kemi këtë pjesën e errët që e cekëm deri tani, a nuk mund të përkthehet kjo dhe diçka në një gjë të bukur? A nuk janë këta studentë që janë rritur në këtë lloj mungese të theksuar të gjës së bukur apo dashurisë, edhe shumë gjëra të tjera që mund të përmendin? A nuk mund të jenë këta akoma më ambicioz për të sjellë diçka që s'është? Pa diskutim, unë besoj që në momentet e krizës ti mund të ke mundësi për të krijuar gjëra të papritura. Kriza për mua dhe limitimet janë pikërisht momentet që mund të krijosh, edhe është e vërtet dhe kemi raste të artistëve të cilët kanë krijuar gjëra të jashtëzakonshme pikërisht në momente krize, por këto raste janë të rralla. Është shumë është edhe pak vetë flues. Një artist që të krijojë një gjë jep shumë nga vetja. Shpeshherë vetë sakrifikohet. Çështja është për të arritur një lloj balance midis produktit që jep edhe jetës tënde. Dhe po flasim për arkitekturën që me të vërtetë arkitektura është një pjesë e artit, por arkitektura është përtesa është arti, është mjedisi që ne jetojmë. Është bërthame e komunitetit, forumet romake ose agorat greke pikërisht e përbëheshin nga një lloj arkitekture e tillë, kanë qenë vatrat e demokracisë dhe kanë qenë vatrat e civilizimit. Prandaj shkojmë përtej shprehjes nevojave emocionale në diçka të cilët mund të gjallë emocion, në krijimin në një mjedis dhe një situate që ti mund të zhvillosh edhe mund të krijosh civilizim. Prandaj këtu mund të ndajmë. Tirana është fiduese, edhe pikërisht është fiduese, ka shumë dinamika, ka shumë ngjyra, ka shumë potencial. Kjo ka qenë dhe arsye pse unë jam kthyer me shumë vetdije në Tiranë, pasi shoh një vend shumë dinamik me shumë sfida, ku të jepet hapësira për të krijuar dhe për të krijuar standardin tënd për herë të parë. Pra, është pak romantike, mund të themi për mua Tirana është si tip Amerika e shekullit 18-19, që njerëzit e Europës shkonin për të krijuar atë parajsën e tyre, por në periudhën kur kam ardhur në fushën e arkitekturës, ka qenë një fushë ku secili mund të tregojë nga vetja dhe pse jo të krijojë një lloj Domethënë ka shpresë për Tiranën. Unë kam shpresë, edhe atë mundojmë t'i ushqej njerëzve që jetojnë ose më rrethojnë, se pa diskutim ekziston dëshira për të ikur, por siç ka Tirana ose Shqipëria këtë sfida i ka dhe perëndimi. Çështja është sa je ti gati të bësh kompromisa, je gati për të kompromentuar nivelin tënd të jetesës, je gati për të kompromentuar lirinë tënde, je gati për të kompromentuar mundësinë për të qenurit krijues. Secili vend do të japi diçka por do të marri. Por çfarë je ti gati për të dhënë, edhe çfarë ti je gati për të sakrifikuar. Spektakolare. Unë trumpetoj mbase ndonjëherë më shumë se sa s'duhet për sa i përket sakrificës së gjithë secili që do t'japë për le të themi përmbushjen e vetes vet, po më vjen shumë mirë që një njeri goxha më i formuar dhe më shumë përvojë se unë është i njëjtit mendim me ta, kështu që më bën të ndihem mirë me veten time në radh parë, pastaj me mesazhin që dua të përcjell. Është më subjektive apo objektive bukura? Për mua është objektive dhe absolute. Bëhet subjektive dhe ka shumë e pres këtë lloj diskutimi dhe debati. Është subjektive për formën se si ne lexojmë, por në fund të fundit çdo gjë e bukur na bën të ndihemi mirë.
kemi një tendencë dëshirë për ta përkufizuar dhe për ta vënë në korniza, përpiqemi të kuptojmë çfarë është e bukur, duke kuptuar simetrinë, duke kuptuar ngjyrën. Por nëse dalim nga këto korniza dhe nga që nevoja tonë për ta shpjeguar, edhe thjesht we let ourselves flow, çdo që është e bukur nëse e shohim me atë këmbvështrim, është objektive absolute, është një nevojë për të evoluar. Edhe nëse fillojmë të flasim që nga teoria e Darwinit, i cili pati atë dëshirën për të kuptuar se çfarë është e bukura, ai tregoi që është forma se si ne zhvillojmë speciet, jo vetëm speciet njerëzore, por është një nevojë zhvillimi në përgjithësi në qeniet në tokë. Do me thënë, disa gjëra që janë të bukura, të mirëqëna, le të themi, janë objektivisht për gjithë secilin të bukura. Unë bëj këtë pyetje për vetëm fakt, sepse ndryshe nga siç është eksperienca ime, nga arkitektët e vetëm që mendon se bukura është objektive, sepse shumica të paktën në eksperiencën time, pasi kjo ka dhe lidhje direkte me mungesën shumë vjeçare të eksperiencës time. Por me aq sa jam unë në Dieni, një pjesë dërmuese e arkitektëve, përfshirë këtu dhe profesorë dhe pedagog, përfshirë këtu dhe të dy fakultetet e arkitekturës që unë kam pasur afër për sa i përket shkollimit tim, janë të bindur që bukura është subjektive, janë të bindur me atë pjesën që diçka që i duket njërit, le të themi në jargon pler, i duket tjetrit thesar, kurse unë edhe i kushtëzuar nga mënyra se si mendoj, edhe i kushtëzuar nga jeta ime profesionale si inxhinier i ndërtimit, mendoj dhe i qëndroj rreptësisht dhe në mënyrë radikale faktit që bukura është objektive dhe këtë të gjitha ato që përmendëm më përpara, për shembull të gjitha godinat e mbetura klasike greke apo romake apo ato kështjellat japoneze apo le të themi gjithë në Sadaraja në Indi e vërtetojnë që bukura në fakt nuk është dash subjektive, është objektive, sepse edhe ata atëherë edhe ne sot i cilësojmë si të bukura, i cilësojmë si frymëzuese, i cilësojmë si piknisje të demokracisë apo të filozofisë apo të X të Y. Nuk kam dëgjuar akoma për në një high rise që nga këto që janë vetëm hekur edhe xham që të ketë lindur aty diçka shumë, domethënë le të themi depërtuese, penetrante, akoma nuk ka ndodhur, ose të paktën jam unë i panjoftuar në këtë drejtim. Edhe thënë këtë, problematika ime më e madhe që është pjesa që ne do doja të përmbaheshim shumicën e kohës është arkitektura moderne. Ka një lloj mendimi që po qarkullon në brezën e ri dhe që po bëhet më shumë i fortë. Deri para pak kohësh unë e konsideroja si teori konspirative, por tashmë më pëlqen më shumë ta besoj, se nuk mund të them që është e faktueshme, por po them që më duket më shumë e besuese se sa më parë që arkitektura moderne, këto vijat, këto gjërat pa formë janë, nuk e di, në një pjesë të madhe vrastare të shpirtit të krijimtarisë, mendoj se ne nuk i ofrojmë më njerëzve atë bukurinë kur ata ikin nga mëngjesi i tyre, nga banesa deri në punë, të gjithë atë peizazhin siç ka thënë Uwe Arup që duhet të jetë çdo ditë që vete nga puna në shtëpi dhe nga shtëpia në punë duhet të jetë si një shëtitje në një muze në lidhje me fasadat e godinave, mahamandje se neve nuk ja ofrojmë këtë. Kam parë dje duke u kthyer nga kantieri në një zyr informacioni për turistët në Berlin, edhe ishte fasada një hekur i ndryshkur. Unë e kuptoj atë atraktivitetin që mund t'i japë një arkitekti apo le të themi një personi që e shef për herë të parë si diçka, por problematika me këto gjëra është se këto gjëra plaken mahamendja për syrin shumë shpejt kur ti ke thjesht një vit drejt që është ndryshkur, ndryshe nga harqet e mirë harkuara me detaje, me gjethe, me krijesa të gdhëndura ose jo, ose gips, domethënë që japin një lloj natyre tjetër. Mendon se kemi të drejtë ne që ndihemi kështu, kemi të drejtë të besojmë, a është vërtet, a kanë mbaruar, a kanë mbaruar arkitektët na ide, domethënë edhe thjesht po mundohen të konkurrojnë njëri tjetrin për momentin duke bërë një gjë që të jetë pak më e shtrëmbër, pak më
si thon, ekscentrike, pak më sa më jashtë, sa më ndryshe, sado brutaliste të jetë, sado le të themi e çuditshme të jetë, mjafton të jetë ndryshe, pak rëndësi ka se sa e bukur është. Është përshtatimi i saktë? Atëherë, kap 2-3 element. Për mua e bukur është objektive, por duke referuar shprehjes së Umberto Eco, e bukur qëndron tek sytë e the beauty is in the eye of the beholder, pra qëndron tek sytë e personit të subjektit. E thënë kjo, dhe këtu për të krijuar edhe një urë me këtë lloj diskutimi që bërëm përpara, thënë kjo e bukur është absolute, por është aftësia e individit nëse arrin ta kuptojë dhe perceptojë. Pra sa të aftë ne jemi, sa perceptor të skalitur, të rafinuar, të mpreft kemi që ne ta kapim dhe ta lexojmë, ta kuptojmë këtë lloj të bukurën. Pra është edhe përgjegjësia individuale të ketë shije, të ketë shisa aq të ndezura, të punuara, të rafinuara, që realisht këtë të bukur ta kapi. Dhe prandaj është një lloj diskutimi dhe do jetë absolutisht një diskutim shumë i gjatë që të zgjasë shekuj se çfarë është e bukura. Për sa i përket arkitekturës moderne, duke krahasuar me arkitekturën e shekujve më parë, ndryshimi qëndron tek koha, edhe tek stili i jetesës. Koha moderne, që nga revolucioni industrial, edhe që reflektohet në formën se si projektohen dhe hapësirat e brendshme, projektohet dhe konceptohet për një kohë të shkurtër. Është kthyer, mund ta them në mënyrë shumë banale, që është kthyer si një produkt konsumi. Nuk është një produkt që do i qëndrojë të rezistoj kohës, dhe automatikisht dhe koha e projektimit, studimit, rafinimit estetik, është pjesë e fazës së projektimit që në momentin që të gjitha këto katedrale, objekte, tempujt janë projektuar me atë qëllim që të rezistojnë kohës. Grupet e projektimit kanë marrë sfida për vite me radhë për të bërë studime, analiza të natyrës, detaje të cilat mund të risjellin në banesë ose në qytet. Diçka që në kohët moderne që nuk ekziston. Pse? Se stili i jetesës është totalisht ndryshe. Stili i jetesës, mentaliteti, konceptit, parimet universale të bukurisë kanë ndryshuar. Vetë universi, ritme se si ne jetojmë janë totalisht ndryshe dhe automatikisht banesat e arkitektura janë reflektimit se si ne jetojmë dhe se si ne perceptojmë dhe duam të perceptojmë botën. Prandaj ky lloj diskutimi duhet parë në raport me individin, si zhvillohet individi në shoqërinë moderne dhe që reflektohet edhe në banesë. Si ka qenë individi në shoqërinë më parshme dhe automatikisht ai individ e reflekton këtë mënyrë jetese dhe tek mjedisi në cilën jeton. Okej. Paraprakisht po të kërkoj ndjes për mbase mbi racionalitetin tim, po mënyra se si mendoj unë është në fakt që ne sot kemi metodat edhe mjetet më të mira që kanë ekzistuar. Deri më sot jetojmë në periudhën më të mirë që ka ekzistuar ndonjëherë, të paktën çka kemi ne të regjistruar. Dhe kemi resurse. Më të mirë në aspektin se nuk kemi luftra ekstreme siç kanë pasur më përpara, se piramidat. Nuk kemi luftra ekstreme, nuk kemi sklavëri ekstreme. Objekte, po, në këtë aspekt po jo në aspektin e teknologjisë, dhe teknologjitë pavarësisht që mund të ishin jo të avancuara, kanë arritur qoftë edhe me krahun punëtor të krijojnë piramidat e Egjiptit që ishin objekte kolosale për atë kohë. Pra, edhe fiksa aty dua të ndalem. Kur ata atëherë me ato mjete që le të themi ne i quajmë primitive kanë ndërtuar atë çfarë kanë ndërtuar, po më shumë mund të ndalem te kjo që kemi tek dera jon, të gjitha arkitektura greke, të gjitha arkitektura, le të themi kjo post grekja që është otomane, që ka këto nuancat mesdhetare, romakja, spanjolle deri diku, gotika këtë që është fantastike, pastaj që nuk diskutohet fare. Tani me të gjitha këto vuajtje të zymtësit, o kanë pasur ata arsye të bëjnë diçka sa për të kaluar kohën, o nuk ka pasur njëri. Kurse ne me gjithë këtë lirinë që kemi sot, me gjithë resurset, me gjithë teknologjinë, ne kemi betonin. E kupton që aty fillon çdo gjë që mund të bësh, çdo gjë që ty ta do zemra, domethënë, është e bëshme. Nëse derdhësh mjaftuesëm, nëse vjen ajo që ti përmendej, procesimi, rafinimi, ta lësh të flenjër, ta rishohësh përsëri, domethënë.
Edhe nuk dua të kape me vila teki apo me shtëpi gëdesa banimi, por nuk ka një njeri që të futet në një kish apo në një xhami të mesjetës edhe të ndihet keq. Siç mund të ndihesh kur futesh në një nga ato që kanë fasadën beton ose to brutalistët, se kjo është problemi im, masi unë diskutoj me dy miqtë e mi që njëri është artist, tjetri është arkitekt. Ata të dy e pëlqejnë brutalizmin. Mbas edhe më shumë se sa e pëlqejnë, e dashurojnë. Unë edhe pse kam të bëj për ditë me betonin, unë nuk e shoh dot. Aq më pak në fasadë, aq më pak këto blokët komuniste që i kanë këto në, si të themi, të mbi dimensionuara, po e përkthej direkt nga gjermanistja për shkak se më mungon fjalori në këtë, që janë të panevojshme, ai shumë beton, ai shpërdorim resurses, pa një lloj, është ajo gria, je i vdekur kur e shef atë, gri është ajo gri, do bësh dhe ti gri dhe qelli këtu se Berlin është, domethënë, edhe je fikur komplet, kurse kur futesh në një kish, Elizabeta për shembull, vërtet është qielli gri, po i ke tullat e kuqe, ke kupolën jeshile, futesh brenda, je në një botë të gjithë mendimesh, je në një botë të gjithë arti, vetëm një faqe muri, atje ka muaj në mos vite art që janë derdhur në atë vend për të bërë atë gjë. Diçka që i kanë mbijetuar dhe do mbijetoj kohës. Pse ne nuk po ofrojmë diçka? Se unë nuk jam dakord kur një këto, pavarësisht se nuk i pëlqej pikturat abstrakte, thonë që okay, do të di njeriu, nëse ty të flet piktura të pëlqen, nëse ty nuk të flet piktura nuk të pëlqen. Po flasim për një godinë. Në një godinë, kur gjithsecili që do kaloj do e shohë, jo gjithsecili do mendohet që dale mos e kam fajin nun që nuk po ja shoh bukurinë, apo janë disa, unë jam shumë i bindur për shembull, sidomos tu që ka të pjesë goxha komuniste si në Shqipëri, nga që ka qenë i ndar, ka vërtet disa që janë në mos të shëmtuara, janë të pa bukura. E kupton, nuk janë të kënaqshme për asnjëri. Si ka mundësi që një, sidomos nga ne, se mua më bën dhe kjo shumë çudi. Ne vërtet nuk kemi rritur me gjëra shumë të bukura në Shqipëri. Pranë ne kemi pasur komshi tanë që na kanë ushqyer që në veçlin ton, të paktën për brezin tim. Si ka mundësi ne që jemi nisur që jemi rritur me këtë bukuri, që jemi munduar të ikim atij lloj sistemi që bën ato gjërat e shpifura, nxjerrim individ shumë të aftë, por që pëlqejnë të njëjtën gjë që i kanë escape, që ju ikën, që munduan të largohesh nga. Nuk të lidhe nuk kuptoj, më duket ndonjëherë kështu si Stockholm Syndrome. Sigur. Është një diskutim goxha i thellë, por për sa i përket banesës, çfarë mund të them është se fillimisht banesa duhet të jetë funksionale. Banesa i përket individit, automatikisht është reflektimi i individit. Ishte një shprehje që se tani po dal pak nga tema arkitekturës, që thotë që tani që zhvillohet aq shumë inteligjencë artificiale, ne kemi kuptuar që kemi totalisht të pazhvilluar inteligjencën tonë emocionale. Dhe këtu dua të kthehem që me të vërtetë mund të kemi aq shumë zhvillime teknologjike, por shoqëria tonë ka vendosur aq shumë unin në qendër, edhe ka hedhur shumë parimet e komunitetit, parimet e të krijuarit partneritet, parime për të krijuar marrëdhënie me të tjerët, dhe automatikisht ka vendosur në piedestal konsumin dhe objektin. Nuk mund të presësh nga një individ me këtë lloj qasje të mendoj për fasadën e bukur, ai do mendoj vetëm se sa e bukur është për atë, dhe nuk mund të mendosh për atë individ që të përpiqet të japë një ngacmim përtej asaja funksionales, banesës ose territorit dhe rrethanave mjedisit që krijon përreth. Pra, një person që është në proces të vazhdueshëm konsumi, edhe arkitekturën e konsideron konsum. Dhe aty ku ke konsum nuk ke cilësi dhe përmbajtje, nuk ke elemente shpirtëror, nuk ke atë finesën e harkut që ti kërkon, se atë harkun që ti shikonte arkitektura otomane, ata ka pasur 10-20 mirja mërsa të cilët kanë dedikuar jetën e tyre për të mbajtur atë mjeshtëri, dhe atë dashuri dhe mjeshtëri e kanë kaluar nga brezi në brez, diçka që ti s'e ke tani. Atë arkitekturën gotike që ti shikon që është e jashtëzakonshme, ti ke pasur një kishë që ka ushtruar një dhunë
të jashtëzakonshme që ajo të arrijë të krijoj gjurmën e saj në qytet edhe në shoqërinë në cilën donte të pushtonte. Pra janë situata dhe kushte shumë herë më të komplekse se ato që diskutojmë ne tani. Dhe që reflektohet edhe tek arkitektura bashkëkohore. Arkitektura bashkëkohore është kthyer në një makineri për të jetuar dhe për të konsumuar. Dhe këtu vjen një nga pionerët e arkitekturës bashkëkohore moderne, Le Corbusier, me librin e tij të famshëm që thotë arkitektura duhet të jetë një makineri për të jetuar. Kur ti e trajton arkitekturën si makineri, aty nuk mund të kesh emocion, dhe aty nuk mund të flasim për të bukurën. Po, unë mendoj se një nga pasojat më negative se sa që nuk mund të flasim për të bukurën dhe nuk ka emocion arkitektura, unë mendoj se pasojë më e keqe se sa kjo është se njerëz të tillë që besojnë atë lloj mendimi, kanë dhe këtë, siç i thon, bëjnë apologji atij lloj mendimi, duke mos e shitur më si duhet të jetë makinë funksionale, por duke e justifikuar makinerin, duke i thënë që nuk i kemi ne fajin për projektin që ne po nxjerrim që është funksional, e keni ju që nuk jeni të aftë ta perceptoni, domethënë. Projekti im është fantastik, projekti im, unë kur kam bërë këtë projektin, by the way, histori e vërtet, një mikesha ime më ka treguar kur ka dhënë diplomën në TU Berlin, Universiteti Teknik i Berlinit. Goxha i mirë është për sa i përket arkitekturës. Nuk e ka marrë notën maksimale edhe ja ka thënë cop që unë nuk e bëra ndjesin me ndjenjat e tua në momentin kur ti po ma shpjegoje, domethënë që pse e ke dizajnuar këtë godinë, se si e ke dizajnuar ti, unë nuk isha në kontakt me ndjenjat e tua. Tani, nëse një individ ushqet me atë frym kur është akoma në bankat e shkollës, që për një projekt duhet le të themi të shpreh ose të bëj se është dhe trendi këtu domethënë ekziston një meme kur kam qenë dhe unë atje, gjithë studentët e arkitekturës ishin gjithë duke pirë bar, edhe i shifin në përcepa kështu me ato letrat e tyre në dorë që mundoheshin të prisin, se si prisin dot se ishin dru. Edhe normalisht nëse nuk e aktron këtë pjesën që po unë isha një moment të vështirë të jetës time dhe kjo vija e çdrejt prezanton çdrejtësinë e ndjenjave të mia, më duket pak si too much. Sepse unë jam i bindur që çdo njeri kalon në disa XY gjëra, edhe në çfarë lloj arkitekture të pëlqej. Janë gjëra specifike që i pëlqejnë gjithë secilit, throughout the board. Arkitektura nuk ka të bëjë me gjendjen emocionale të arkitektit. Po fjala jote në vesh të Zotit, po kujt i thua? Edhe këtu është një gabim shumë i madh që ndodh pa diskutim. Arkitekti ka një peshë shumë të rëndësishme që të përcaktojë estetikën e arkitekturës dhe objektit në cilën krijon. Çështja është se arkitekti në rrugtimin e krijimit është bashkë me investitorin. Dhe është një çift ose është një kërcim tango që duhen të dy, arkitekti dhe porositësi. Porositësi përcakton standardet, referencat, kërkesat, buxhetin. Pa atë nuk ekziston mundësia për të krijuar. Unë nuk mund të kërcej pa pasur atë partner si arkitekte. Unë, nga ana tjetër, si projektuese, kam si detyrë të marr atë kërkesa dhe t'i materializoj në formën më të mirë të mundshme për investitorin, për komunitetin, por duke dhënë element shpirtëror, emocional, estetik të mia. Por nuk jam vetëm unë në këtë lloj proces, por nuk është vetë as investitori. Në momentin që të dy palët të kuptojnë pozicionin, rolin e tyre në këtë krijim të ri, atëherë mund të kemi një produkt i cili si fillim të jetë i kënaqshëm për investitorin, për arsye pse krijohet një lloj bashkëpunimi i tillë ose një objekt arkitektonik. Pastaj mund të jepet një dhuratë shumë e mirë komunitetit, nëse bëhet me atë dëshirë, me atë koncept që realisht i jepet një produkt komunitetit. Dhe pastaj flasim për kënaqësinë e egos individuale për të lënë një gjurmë që të zgjasë më shumë në kohë. Por pa këto tre komponent, pa këto dy partner në këtë lloj vallëzimi, nuk mund të flasim për arkitekturë.
arkitekti nuk punon me ndjenjat e veta. Ai arkitekti materializon nevojat duke parë se si këto mund të kenë zhvillimin më të mirë estetik, funksional, teknik, konstruktiv në raport me mjedisin që ndërtohet. Pra, arkitekti nuk është artist në këtë rast. Dhe këtu është gabimi shpeshherë që mendojnë që arkitekti është artist. Jo, artisti ka një tjetër rol. Artisti ka si detyrë gjendjen e tij emocionale ta shfaqë në mënyrë sa më të sinqertë të mundshëm që të zgjojë po të njëjtën emocion ose emocione të tjera tek të tjerët, por është një rrugtim solo. Totalisht i vetmuar. Vetë fliues, plot sakrifica, artisti ka këtë lloj rrugtimi. Ndërsa arkitekti punon me komunitetin, punon me nevojat, me investitorin, ka një përgjegjësi shumë më madhore, edhe që vjen vetë nga fjala arkitekt, arkitekton, gjatë disa përkufizime se do të thotë arkitekt. Nëse flasim për përkufizimin antik grek, arkitekti është i pari mjeshtërve, është dirigjenti, ai që drejton simfonin. Por, kjo simfoni nuk ekziston pa harmonizimin e veglave dhe instrumentave. Ose, përkufizimi tjetër për arkitektin është ai që përcakton lëvizjet teknikave, të strukturave. Tekton në greqishtën e lashtë do të thotë që janë pllaka tektonike. Ai që përcakton se si lëvizën këtë pllaka. Pra ne kuptojmë që nga përkufizimi, që është një lloj përgjegjësi që shkon përtej individit dhe nevojave individuale për të vënë një gjurmë në territor. Të njëjtit mendim janë plotësisht, por fatkeqësia është që ne në këtë unë mendoj se në këtë lloj realiteti jetojmë që arkitektët nuk e shohin konkurrencën tek vetja, po e shohin tek njëri tjetri. Në shumicën e kohës edhe gjatë gjithë kohës mundohen domethënë të shprehin sa më shumë dinja, të thënë që po jo, po se ajo çfarë është e bukur sot mia. Okej, unë e kuptoj deri diku që zakonisht minorancat e vendosin në drejtimin. Masa e mëdha e njerëzve nuk është të krijojnë një trend të ri. Gjithmonë pakicat janë 2-3 individ ose një grup i vogël që dikton trendin ose bën diçka të bukur të pëlqyeshme. Okej, bën sens. Por mua më shqetëson që ta bëjmë edhe bisedën pak më të thjeshtë, edhe tek godinat e reja që janë ndërtuar në Tiranë, që janë i stilit, le të themi, këto tamam cool konsumatore, domethënë, një gjë e gjatë, një gjë e gjatë me fasad xhami apo pllakash, nuk e di se çfarë kanë, se ishte edhe skandali që turpi i Zotit, kjo del pak më vonë se sa dita ne që po e regjistrojmë, po ajo që u doq ishte, nuk e di. Unë nuk e di tani se cili inxhinier e ka lejuar atë lloj ndërtimi ashtu, kush e ka dhënë firmën që ajo fasadë të izolohet në atë lloj mënyre, por edhe unë që 5 vite eksperiencë kam bashkë me kohën time studentore, ja kam mësuar që në semestër të tretë që ai lloj materiali nuk është për atë punë dhe nuk e lejon Eurocodi. Gjithsesi, e kaluar këto është se nuk më japin ndjenja. Kjo është problemi im, se unë e shikoj nga ana personale, unë jam dhe pak individualist kur shikoj komunitetin, se mendoj se një individ i kënaqur do të bëjë një komunitet të kënaqur. Edhe ku një pjesë e madhe për shembull ose pak me ata që kam kontakt nuk i shohin domosdoshmërisht të bukur. Është moderne, po, duket metropolitane. Kullat e mëdha të bukura, me drita, me xhama që shkëlqejnë etj, duket goxha kështu hi-fi. Por kush thelbi aty? Çfarë mund të përveç asaj gjës që është e drejtë atje në mes, domethënë çfarë mund të marrë me veten nga kjo? Asnjë gjë. Thjesht në Tiranë do ndërtohet, ku dëgjon tani si doli lajmi i fundit, ndërtesa më e lartë në Ballkan. Okej, shumë mirë. Edhe? Po pastaj. Problemi më i madh për mua tek arkitektura në Tiranë është se Tirana është kthyer në një playground eksperimentesh. Eksperimentesh të cilët duhet të zbatohen në një kohë shumë të shpejtë, dhe automatikisht në momentin që ti heq kohën nga faza e projektimit, nuk ka asgjë për të diskutuar për të bukur brenda. Është bërë një playground eksperimentesh nga arkitektë huaj, është bërë një playground eksperimentesh se kush do shfrytëzojë maksimalisht hapësirën.
Edhe një pyetje të vogël mes ndërpres, se edhe kjo më ka bërë me që përmendë se unë harova, më ka bërë shumë përshtypje. Me sa unë ndjeni nga këto projekte të mëdha, nuk është se ka pasur në mënyrë direkte ose në dallë të parë një arkitekt shqiptar ose zyrë arkitektonore shqiptare ka qenë të huaj. Janë kryesisht si ka mundësi, nuk pas kemi ne asnjë lloj arkitekti që mund të dalim ato. Si ka mundësi që nga të gjitha të huaj domethënë edhe të provojnë duart në Shqipëri? Ka disa diskutime për të cilat për disa dhe mund të jem dakord. Ne akoma nuk kemi krijuar një traditë ku studet të mëdha shqiptare të kenë mundësi të mbulojnë projekte me aq shumë investime të larta. Dhe kur flas tradit nuk e them vetëm në aspektin e projektimit, por edhe në aspektin e menaxhimit financiar dhe në aspektin e menaxhimit teknik të këtyre projekteve. Kjo do të thotë që kjo është një justifikim pse ne duhet të kemi vetëm arkitekt të huaj. Çështja është edhe nga eksperiencat më përpara deri vitet 2000, më vjen keq për arkitektët tanë nuk kanë dhënë shembuj më të mirë të mundshëm. Ka qenë edhe një arsye të tregut. Në një treg i cili është i pangopur edhe i uritur, automatikisht ti do bësh kompromisa që ti të mbijetosh. Dhe në arkitekturën shqiptare janë bërë para 2000-shit sidomos janë bërë shumë kompromisa vetëm për efekt të mbijetesës. Dhe kjo ka lënë hapësirë edhe ka krijuar shumë pabesueshmëri për arkitektët që ekzistojnë edhe punojnë në Shqipëri dhe automatikisht firmat dhe studet të mëdha të huaja kanë një gjë, nuk pranojnë kompromisa. Diçka që mund të bëjë një arkitekt shqiptar vetëm se ka nevojë për të mbijetuar. Ishte rasti një objekti që është bërë nga Liqerni, arkitekti zvicerian, dhe një nga debatet më të mëdha që kishte bërë pavarësisht se sa i bukur apo jo është objekti, debatet e tij për markën e betonit. Ai nuk donte që të lyheshte fasada, donte që ngjyra të ishte pjesë e pigmentit të derut tek betoni. Por diçka e tillë rriste automatikisht 3 fish, 4 fish koston. Po ai nuk bëri asnjë kompromis për të ulur koston. Dhe po munguli deri në fund për të arritur atë nivel estetik sipas konceptit të tij që i kërkonte. Çështja është që ti nuk ke asnjë urdhër arkitektësh për të përcaktuar çmimet ose nuk ke pasur deri tani, përveç urdhrit që ka dalë vjet, çmimet e pagesave, nuk ke një urdhër që të mbrojë të mirëfill flas në aspektin funksional që të mbrojë interesat e arkitektëve. Dhe automatikisht tregu është aq i prishur ku oferta më e lirë fiton. Fatkeqësisht lajme të këqija kam për sa i përket mbrojtjes, sepse edhe vitin në 2021, ishte 2022 viti që kaloi. Në 2021 kur doli kodi honorarit në Gjermani i Riu për shembull, ajo e parashikon, e ka si këshill, por ndryshe nga çdo herë tjetër, nuk është më detyrueshme për të përmbajtur, kështu që edhe këtej po bëhet si në Shqipëri duke parë, sepse tashmë je i lirë të paguash arkitektin edhe më pak se sa e cakton Hawaii. Edhe inxhinierin bashkë, jo vetëm arkitektin, se kjo vlen për arkitektë dhe për inxhinierët në të kohë. Edhe për këtë fatkeqësisht kam lajme të këqija dhe nga këtej. Po, gjithsesi Gjermania ka krijuar një strukturë edhe një mendimi shumë më të disiplinuar dhe një lloj respekt ndaj figurës arkitektit edhe në disa parimeve është e rënjosur edhe është e brendësuar. Në rastin ton nuk është. Pra domethënë flasim për një situatë shumë më komplekse dhe shumë më të pa stabilizuar se sa Gjermania që është vetë edukata e njerëzve tillë që nuk të lejon të dalësh jashtë disa parimeve dhe standardeve, qoftë estetike ose teknike ose projektuale. Në rastin ton, tendenca është se si të shkelim këto parime, jo më të ndjekim. Automatikisht në një treg i cili është i pangopur, bëhen shumë kompromisa dhe pjesa estetike konsiderohet luks, ndërkohë është ushqim. Kuptoj. Unë e shoh këtë në dorë të parë. Unë prej 2 vitesh tashmë punoj në një zyrë në vetëm drejtim projekti, atë sipas atij termi të vjetër që sapo përmendëm përpara, arkitektona, si me koordinojmë çdo të përfshirë, investitorin, arkitektin, punëtorët, çdo lloj gjëje të mundshme, domethënë, dhe në fund fare un jam ai i keqi që duhet i marr gjithsecili nga ata që nuk duan ta shohin njëri tjetrin, të hul në një tavolinë
edhe të vrasin mendjen derisa ta arrin në konkluzion. Por ky profesion për shembull 10 deri në 15 vite më parë, të paktën në Gjermani, ka qenë i dominuar nga arkitekt. Në momentin që ne flasim, arkitektët që punojnë në të njëjtin pozicion që tashmë un punoj, janë të rrallë. Për mos të thënë fare, janë shumë të rrallë. Domethënë vetëm ata që janë nga 60 vjeç, që nuk do të hadin më fare tash, as nuk kanë dëshirë që të arrinë në konkluzion të nxjerrin një projekt të mirë. Edhe i rikthehem prapa asaj që u përmend pak më parë që edhe brezi i ri i arkitektëve e distancon veten në mënyrë kategorike nga çdo lloj gjëje këto për të vetmin fakt që nuk është i aftë të bëj kompromis. Unë mendoj se mbas unë kam gabim, normalisht, mendoj se është një mangësi jo vetëm profesionale, por mbase edhe emocionale e arkitektëve që kanë një plan në mendje se si duhet të shkojë gjëja dhe nuk kanë asnjë backup mbas asaj. Që nëse për një kosto teknike që ndodhin shumë herë, për shembull gjëra që janë teknikisht pamundura ose të mundura, por me një kosto për shembull ekstraorbitale në asaj çfarë është përcaktuar, nuk kanë jo vetëm dëshirë, por në shumë herë nuk kanë asnjë backup. Domethënë nuk kanë diçka tjetër që të ofrojnë, nuk kanë një opsion. Unë mendoj se kjo është mangësi shumë e thellë. Varet në rasti për çfarë bëhet fjalë. Se flasim për situata mbase shumë specifike. Unë jam dakord që gjithmonë e vërteta qëndron në mes. Puna tonë është të marrim atë listën e kërkesave dhe të qëndrojmë besnik sa më shumë të atyre kërkesave, por duke parë edhe më të mirën e përbashkët. Për sa i përket zgjidhjeve teknike, varet edhe nga shkolla e mendimit që vjen secili projektues. Nuk është as gjasa aq absolute. Nëse ti flet për kontekstin gjerman, mbase është situatë e tillë. Në situatat që shohim në Shqipëri është që arkitektët jo vetëm vinë me një backup, por shpeshherë janë dhe projektuesit ose janë individët që mund të bëjnë më shumë se sa kërkojnë termat e referencës. Është çështje konteksti. Është çështje konteksti e kohës. Këtu një arkitekt këtu flasim për një kontekst që arkitekti është projektues, interior designer, graphic designer, bën PR-in, brandimin. Automatikisht nuk arrin të thellohet, por është individi që merr në shumicën e rasteve një sferë shumë më të madhe se sa i takon. A përkthehet kjo lloj kjo lloj mundi edhe ky lloj volumi ashtu siç duhet edhe në honorar dhe në pagesë në Shqipëri? Situata është pak komplekse. Ke raste të cilat nuk vlerësohet. Ke postime isha me një kolegen time që më dërgonte print screen. Ofrojmë shërbime arkitektonike 500 euro 120 metra katror. Shërbimi projektimit. Ke dhe pastaj ekstremin tjetër që ke projektues të cilët janë shumë cilësor automatikisht, ata kanë kërkesa shumë herë më të larta, por ata kanë krijuar standardin e tyre dhe nuk ulen nga ai standard. Për pjesa dërmuese çmimet janë edhe honoraret janë shumë të ulta, pasi tregu e ka populluar aq shumë, është aq populluar me arkitekt që është luftë për mbijetesë. Po kam një pyetje si Raporti i popullsisë me numrin e Po, më fal, në preva. Raporti i popullsisë me numrin e arkitektëve që dalin çdo vit është i pabarabartë, është jo i drejtë. Si mund të jetojnë aq shumë arkitekt në një popullsi të vogël? Pyetja ime gjithmonë vjen që shikoj se çishton presioni e zjen fasulen. Tani në një ambient të tillë ku ka shumë arkitekt dhe konkurenca është kaq gjakatare në thonjza, që duhet të mbijetosh, domethënë dhe duhet të bësh çmos që të dalësh me këto idetë tua. Si ka mundësi që ekzistojnë të paktën në dinim publike zyra arkitekturore, përveç atyre që kanë vendosur standardin. Sepse në idealin ose në aktualitetin, se mbase nuk është dhe e drejt, mbase është dhe pak ignorante kjo që bëj unë tani që krahasoj drejt për drejt me Gjermaninë, por këtu ka inxhiniera për shembull
megjithëse për inxhinierët është edhe pak më e thjeshtë racionale, por ka dhe arkitekt që hapin firmat e tyre. Unë kur kam qenë në një para 2 muajsh kam qenë në një kualifikim që bëhej për drejtim udhëzim projekti dhe pjesa dërmuese aty ishin normalisht arkitekta që ishin nga zyrat e tyre dhe 2 të tretat ishin startupe. Ishin në pak më të mëdhenj se unë në moshë, të 30 e tyre, që kishin bërë 3-4 vite eksperiencë dhe ishin bërë 3-4 kolegë ose miq bashk dhe kishin nxjerrë një lloj produkti ose një lloj brendi në treg, domethënë. Të vështirë, jashtëzakonisht shumë të vështirë. Tregonte ne tha vitin e parë, 3 muajt e parë të vitit të parë për shembull, rinim në zyrë deri në 11, hanim nga ato makaronat që janë në pako, ato kinezit që u futen në ujë, domethënë. Noodles. Edhe derisa ja dolëm, jemi këtu ku jemi, kemi projekte, domethënë tani s'kemi staf, tani na duhet të gjejmë arkitektë të tjerë. Ke parasysh? Jo domosdoshmërisht. Edhe kjo mund të jetë dhe për faj të mos informimit tim, po jo domosdoshmërisht unë e shoh këtë në Shqipëri. Jo domosdoshmërisht i shef që ka individ që si përmarrin. Zakonisht është akoma i mendimi të kesh një punë të mirë je rehat. Gjesh një njerëz që të paguar mirë je rehat. Të gjesh një punë shtet valla, bëj punë shtet je rehat. Mendoj se në punën e arkitekturës në Shqipëri do të kundërta. Pjesa dërmuese dalin nga shkolla ose kanë filluar që në shkollë të punojnë dhe shumë mirë bëjnë që po punojnë, për mua shumë e rëndësishme që ti të jesh në kontakt me tregun dhe shumë shpejt marrin si përmarrje, po çështja është se e përgëzoj shumë iniciativën edhe marrin si përmarrjes, por arkitektura nuk është diçka që mësohet vetëm nga bankat e shkollës. Shkolla të jep vetëm metodologjinë e kërkimit dhe metodologjinë e mendimit. Të mëson se si të mendosh, të mëson se si të kërkosh, të krijon një kornizë ku ti mund të ndihesh brenda një territori që do të krijosh. Por praktikën, eksperiencën, teknikën ti do ta marrësh nga një zyrë kompani me një lloj eksperiencë. Dhe pjesa më e madhe e arkitektëve të rinj çfarë bëjnë? Shkojnë në një zyrë, rrin 1 vit, 2 vite, të pastaj dalin në terren direkt. Automatikisht, sa ke marrë, sa ke mësuar, sa e përditësuar, sa i pjekur je. Domthon, ekziston një pretendim që je 30 vjet do të jesh arkitekt i madh. Jo, 30 vjet je thjesht sa po lindur në fushën e arkitekturës. Je thjesht një embrion, nuk mund të marrësh përgjegjësi kaq të mëdha teknike dhe të dalësh në terren i paprgatitur. Je si një ushtar, pa armë. Dhe pikërisht këtë lloj sipërmarrje në momente aq të hershme prishin tregun, krijojnë problematika shumë të mëdha se disa nga objektet të cilat ne shohim qoftë interiere, qoftë eksteriere, nuk janë të projektuara mirë pikërisht nga guximi dhe nga sipërmarrja e personave të cilët nuk janë ende të pjekur, me shumë potencial, por nuk janë ende të pjekur. Po si luftohet kjo për shkak? Ja, se të paktën, ja, unë mësova diçka të re tash që perceptimi im për sa i përket tregut shqiptar, arkitekturës është i gabuar. Okej. Kthehemi në realitet atëherë. Në qoftë se kjo lidhet me shumë gjëra, se mbase specifika për momentin është arkitektet, po është e gjithë rinia shqiptare. Është unë kur isha 19 vjeç, edhe 99% e tjerëve që unë e dua suksesin tani, e dua lekun tani, nuk dua unë të pres deri nesër. Unë dua ta bëj tani, ti je më i miri, më i suksesshëm, më i pasuri, më shumë emër etj etj. Kjo konsumatorizmi, domethënë, dhe nevoja për të treguar veten është përkthyer siç e përmend në një, le të themi, ego të pashëndetshme. Unë ego nuk e shikoj domosdoshmëri si diçka negative. Ego janë shpesh herë, sidomos në fushën tonë, për shembull, shpëton edhe nga gabime shumë trashanike të X individëve të tjerë, kështu që duhet. Por ky rast për të cilin ne po flasim tashmë është jashtëzakonisht i pashëndetshëm. Është jashtëzakonisht i pashëndetshëm se e vë re që është ajo ndjesia që po ai tjetri çka ka më shumë se unë që mos ta bëj unë, atë e kisha bërë dhe unë, atë që bëri ai e kam bërë, unë kam bërë atë para 4 viteve. Pse mos të marr unë sa merr ai, ose pse mos të hap dhe unë atë, siç e ka hap ai. Këtu do të shkojmë pak në gjenezë, do të shkojmë tek familja. Të vemi, patjetër. Janë element
janë elemente të cilët nuk i ke marrë në universitet, janë elemente që ty të janë rënjosur dhe janë futur që në familje dhe koncepti krahasimit. Vazhdimisht krahasimi që bëjmë ne me të tjerët, qoftë të bëjmë prindërit me fëmijët e tyre ose fëmijët me njëri tjetrin. Nëse ti nuk e edukon që në fillim, nevojën për të dhënë për të krijuar një kontribut, nevojën për të lënë një gjurmë të mirë, jo detyrimisht duke u krahasuar me tjetrin, por duke krahasuar me versionin tënd më të mirë të vetes, ne nuk mund të ndryshojmë tregun sot për nesër. Është një punë shumë e thellë që ti do ta kesh me veten tënde. Konkurrenti më i fuqishëm është vetja. Armiku më i tmerrshëm është po prap versioni i keq i vetes tënde, po jo tjetri. Dhe është pikërisht që vetë reflektimi që po të ishte mundur të futesh te pjesë e kurrikulës jo te shkolla e lartë, te shkollat e mesme, te shkollat fillore, analiza e vetes, krijimi marrëdhënie me individin, krijimi një marrëdhënie të shëndetshme me veten tënde. Këto nuk janë gjëra që ti i ndryshon me 1 ose 2 gjenerata. Do shumë punë të thellë në bazën e individit që është familja. Dhe duke qenë se jemi një komunitet dhe një shoqëri e vogël, krahasimi dhe të parit se çfarë bën tjetri është në disa raste ka qenë një lokomotiv pozitiv se ka bërë gjërat që të ecin më shpejt, por në disa raste është arsye pse nuk ecin gjërat, se njerëzit duan të jenë individual. As individuales duan të jenë si tjetrin në vend të jenë si vetja e tyre në fakt. Duan të jenë më të mirë se tjetri. Duan veten e tyre para tjetrit. Por nuk din se si ta nxjerrin veten e tyre para tjetrit dhe çfarë bëjnë? Bëjnë atë që kanë më të thjeshtë. Shohin se çka ka tjetri, duan ta bëjnë dhe ata. Edhe ndryshimi i egos është tjetër gjë ego, tjetër gjë egotizëm. Të pasurit ego është gjëja më e shëndetshme, se ti nxjerr veten tënde përpara, po të pasurit egotizëm është e kundërta, është versioni më i errët i egos, që ti në pamundësi për të nxjerr versionin tënd më të mirë, ti çfarë bën? Ti nxjerr versionin tënd më të errët. Me që jemi edhe pak, se kjo vërtet, edhe unë jam një mendim, kam qef ta prek sa herë që më vjen rasti për këtë, po edhe unë jam tejet i vetëdijshëm që kjo është shumë herë më e thellë dhe lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me situatën socio-ekonomike të vendit, nuk diskutohet fare. Me që jemi edhe thellë në bisedë, disa pyetje specifike kisha thënë, për një godin në përpamjen tënde tejet personale. Një godin si Burj Khalifa për shembull. Çfarë të thotë? Çfarë ndjesie të jep? Nuk e kam vizituar, nuk kam pasur mundësi ta shoh, por për mua është një situatë që të impresionon. Është një arritje teknologjike. Në fund të fundit, përtejes etikës është një arritje teknologjike. Bravo. Dhe e bukura nuk është vetëm tek forma, por edhe tek mjeshtëria. Shpeshherë, unë për shembull, kur shoh zanatet, unë shoh të bukurën dhe në një objekt prej balte. Se nuk shoh formën përfundimtare, por arrit të lidhe me formën dhe procesin si është krijuar. Dhe në rastin e objekteve të tilla, e bukura për mua që ndoren dhe tek përkushtimi dhe mjeshtëria absolute të diçkaje. Se sa që ka orë pa fund pune, ka mendim, ka kërkim, dhe që s'ka se si mos jetë e bukur. Ajo në mënyrë shoqërore doja të kundërshtoja pak të kjo pjesë, sepse siç ka ato orët e punës dhe mjeshtërinë dhe gjithë avancimin teknologjik, për shembull, normalisht aq ka dhe punëtor indian që janë marrë pasaportat, që janë groposur po në ato themelet e asaj kulle, dhe kjo është the dark side që sakrificat njerëzore që asnjëri nuk do të flasi. Shiko, unë jam inxhinier. Mua do vinte shumë mirë nëse edhe emri jon do përmendej diku, që nuk përmendet asnjëherë, si përmendet vetëm emri i arkitektëve në çdo lloj godine. Problematika nuk është se diçka që funksionon, që është një kryevepër inxhinierike, për shembull, është teknikalitet. Është një gjë që teknologjia e mundson. Mua nuk më duket automatikisht kjo gjë e bukur, sepse si një ekuacion matematik, nëse kjo është e bëshme, pikë. E bukura duhet të jetë më shumë se sa teknologjia. Teknologjia është mjet.
Teknologjia është thjesht një gjë që e bëj unë për shembull. Në këtë gjithësinë e madhe të projektit, unë jam mjeti. Disa do thonë është ai që prish punë, se po na heqë ato që ne duam të kemi me shumë mundësi. Investitori thotë që është gjëja më e mirë që kam bërë në jetën time, se po më zgjidh gjitha problemet që unë i kisha. Kjo është subjektive nga gjitha palët. Po diçka që është e mundur teknologjisht, jo domosdoshmërisht të paktën për mua përkthehet në bukuri për të vetmin fakt se duke lidhur me ato që thash më përpara, ne i kemi mjetet sot. Burj Khalifa është e bëshme, është e realizueshme dhe shumë të tjera. Kurse e di çfarë do ishte e pamundur, ose le të themi shumë e vështirë e mundur. Në qoftë se gjithë ajo fasada e Burj Khalifës mund të kishte një detaj që do i kishte vajtur një arkitekt tjetër në mend, përveç xhamave e tjera. Një detaj, për shembull, kanë bërë atë kornizën që nuk e di ka mbaruar apo jo, ajo në Dubai që është si kornizë, kështu që është bosh në mes, domethënë, I don't know, nuk jam i informuar. Edhe ajo për shembull ka detaje. Mua ajo më pëlqen. Unë kam pasur një projekt rekonstruktimi, unë kam pasur, kanë qenë në firma ime. Investitori nga që nuk ishte lek, të gjithë fasadën që atje ishte me grifin, me nga këto skulpturat e vogla, për shembull në çdo lloj balkoni me gjethe kështu të arkuara me gjitha e prishi. Normalisht ishte bërë goxha remote që duhet. Në të ardhi i vuri një suatim. Brutal, domethënë. Vija. Unë i adhuroj vijat, unë gjeometrinë e kam, unë fle rahat, kur çdo gjë është në vendin e vet, domethënë ashtu në korniza jam rahat. Po ideja është që asnjë nga 4 arkitektë që ishin të përfshirë atje, as nuk i shkonte ndërmend, domethënë të thoshte diçka more dale, sepse kjo është makabritet, kjo nuk duhet bërë. Më mungon mua. Më lejo të jem egoiste kjo fjala, domethënë nga që mua më çon profesioni për ditë dhe kem të bëj me njerëz të tillë. Më mungon ai shpirti entuziast, më mungon çka ajo lufta e arkitektit për të mbrojtur disa gjëra që edhe pse i ka bërë dikush tjetër më përpara, janë prapë të bukura. Edhe kundrejt kësaj ka shumë ego kur vin te këto gjërat e reja që janë për mendimin tim plain, gray, emotionless. E kupton, kur vjen puna për këto lloj gjërat ka një mbrojtje shumë të madhe. Nuk di ti. Ti ke ngelur me Romën. Ti ke ngelur me Greqinë. Çfarë di ti s'digje për arkitekturën moderne. Kur vjen puna te këto ka shumë kundërpërgjigje. Kurse kur vjen puna për të mbrojtur diçka që është bërë më përpara, që është e bukur, thënë që nuk jemi më në 1800-ën, ne jemi në fryma e re, duhet të sjellim diçka të re. Edhe me Eraldo Muhamedin, që është arkitekt shqiptar, është ka studiuar në Itali, e tjerë, edhe ai ka shumë qef brutalizmin, edhe një argumente që më ka thënë, ta parafrazoj se normalisht nuk e mbaj mend fije për pe, ka thënë që të njëjtën gjë si tek ai libri që duhet i përshtatet kohës, duhet të jetë sa më shumë eficiente, sa më tjerë. Jo, ne nuk po jetojmë me Aristotelin dhe me Sokratin. Atë punë bëj unë. Unë si inxhinier e di se çfarë do lloj gjëje që keni kalkuluar ju më përpara, domethënë me çfarë lloj koste që ne kalon një herë nga ne. Edhe se si bëhet e se si tjetra. Ajo që më duhet mua nga arkitekti është esenca. Mua më duhet esenca. Mua më duhet, përveç atij kraut të punës, e di unë se si e bëj atë kolon. Ti ma bëj mua punën e vështirë, pastaj e shikojmë, ja gjejmë anën. Po mungon ajo esenca. Nuk është të të prek dhe ty pak në thëmbër tani. Sepse edhe interior design. Çfarë mendimi ke për banesat që janë për shembull kështu pas lloj zbatimi, pas lloj gjë, domethënë thjesht ato fugat e kallupit të betonit, mundësisht pa asnjë lloj kozmetike, asnjë lloj gjëje, domethënë edhe i vendos një panoramë në mes, edhe një dritë që është vejg e verdh kështu, edhe ke atë si në këto hipster bar ku pi kafe, domethënë. Cili është mendimi personal për këtë? Tani të kthehemi pak diskutimin që në fillim. Mund të marrim shembullin më tipik kullën e Eiffelit, që në momentin që është projektuar dhe është ndërtuar, ishte një lloj debati gigant në Parisin e kohës, edhe është konsideruar si një nga objektet më të shëmtuara që kishin kaluar të kohës, ndërkohë tani është një nga simbolet dhe ikonat të një qyteti dhe një kryeqyteti
metropol, dhe nga Parisi dhe nga kulla e Eifelit të kalojmë tek ornamenti dhe krimi, tek Adolf Flossi, edhe tek fasada e tij e famshme në Vjenë, ku projektoi në qendër të Vjenës një objekt të pastër totalisht ndaj çdo lloji ornamenti, dhe gazetat e asaj kohe e përçmonin Adolf Flossin. Adolf Flossi konsiderohet një nga kremjerësit e arkitekturës moderne, duke krahasuar fasadën e Adolf Flossit me një kapak pusete. Dhe në librin e tij Adolf Floss flet pikërisht se si arkitektura duhet të jetë esenca dhe duhet të jetë bukuria dhe përmbajtja e materialit në vetvete. Dhe për herë të parë në atë fasadën aq të thjeshtë Adolf Flossit, që banesa, pjesa e banimit sipër ishte suvatuar dhe pjesa e tregtare ishte trajtuar me disa kolona shumë të pastra prej mermeri, ne për herë të parë pam bukurinë e materialit në vetvete, pa një ornament të tepër. Pra, materiali, bukuria e pastër e gurit u kthye në një ornament pa pasur gjë të cilat mund të ishin të tepërta. Dhe këtu e bukura mund të përkthehet si diçka që vjen vetvetiu nga materialet, mund të vi vetvetiu nga raportet, nga harmonia, nga ritmi, nga gjeometria, nga mënyra se si qëndrojnë dy situata me njëra tjetrën, nga të papriturat që mund të krijojnë ato. Nëse flasim tani për situata specifike, aty ku ke situata specifike debatet bëhen akoma më të zjarr, por në parim e bukura qëndron tek përmbajtja dhe mënyra se si ne nxjerrim. Është e vërtetë që në disa raste ne mund të bëjmë shumë shkurt edhe të nxjerrim zgjidhjen e shpejt, por që është mungesë maturie dhe pjekurie, qoftë projektuesit, qoftë edhe mungesa e kohës. Sa bukur e kapur këtë, sepse këto dy fjalit e fundit përputhen 100% me kullën e Eiffel. Ishte gjëja më e thjeshtë e momentit që nuk do ishte për gjithmonë, ishte e përkohshme. Kur është idejuar si koncept, do ishte e përkohshme. Edhe rëndësin nuk tani u pref në paqe Gustav Eiffeli se ka domethënë shumë herë nga ç'mund të nderoj unë edhe nuk e vë në dyshim fare këtë, ka dhënë më shumë. Kullën e Eifelit nuk e ka bërë Gustavi, e ka bërë njerëzit, më vonë, e ka bërë opinioni më vonë, e ka bërë ajo romanticiteti i Francës. Gustav Eiffeli zgjidhi një problem. Në atë moment kur është bërë ajo, në mendimin tim gjithmonë, Gustav Eiffeli ishte më inxhinier se sa arkitekt, sepse ishte inxhinier. Sepse i dha një jemi në epokën e revolucionit industrial. Sepse i dha zgjidhje një problemi. Arkitektura reflekton kohën. Problem solving, jo domosdoshmërisht, të paktën po flasim në aktualitet. Në 2023 problem solving nuk është detyrë arkitekt. Të paktën në konstelacionin siç punoj unë. Problem solving është puna ime. Unë duhet të shtrydh trut, domethënë që të përpunoj sa më shumë informacion të mundshëm që të kënaq sa më shumë njerëz që të mundem në atë tavolinën rrethore. Edhe unë e kuptoj këtë romanticitetin që i jepe, që atëherë u krahasua me një kështu apo me një ashtu, por tash është kjo gjëja tjetër, por siç jepen unë prandaj u adhuroj, edhe pse duket sikur kam shumë bif me arkitektët, domethënë prandaj kam shumë qejf sepse është debati. Unë jetoj për debat. Unë kam qejf debatin sepse mendoj se është jashtëzakonisht shumë i shëndetshëm. Por një gjë që vëre të arkitektët është që në vija të trasha, jo specifikisht, por në vija të trasha ka një farë lloje, ka një ritëm që i përket gjithë secilit prej tyre, domethënë që në vija të trasha ata vën pothuajse në të njëjtin rrytëm, jo gjithmonë. Edhe siç është shembulli i Eifelit apo shembulli i fundit i operës së Hamburgut, për shembull, që duket le të themi si serat në fier, po që gjithsesi bukuria është në sytë e atij që e shef, nuk diskutohet. Kur bëhet fjala për shembull për Hagia Sofia, kur bëhet fjala për këto idealin që kemi ne për piramidat, se asnjëherë s'e kemi parë në kulmin e tyre, kur bëhet fjalë për Koloseum, aty nuk ka jo e bëri populli, jo po në fillim e thanë kështu, nuk është dokumentuar. Ato që në gjenezën e tyre, apo ai hipodami i Thesalonikit, këto gorat me kuajta i madhi që është i gruposur për shembull.
nuk është e dokumentuar që atëherë ka pasur njerëz që kanë thënë që çfarë është kjo. Ai ishte magjepsëse. Ai ishte thjesht magjepsëse për ata që bënte në atë kohë. Edhe ishte magjepsëse, jo vetëm se ishte shumë e vështirë të ndërtojë një kolosi, se që ishte e vështirë nuk diskutoje fare që të ndërtojë me ato lloj teknologjie një kolose. Arritje shumë e madhe. Po përtej arritjes shumë të madhe, ata prap nuk e sakrifikuan detajin. Edhe pse ishte projekt kaq i madh, edhe kaq i vështirë, detajin, esencën, njerëzimin, ata prap arritën ta përcim. Se kjo është problemi i madh. Unë jam i vetmi inxhinier që mendoj kështu, të paktën në rrethin tim. Gjithë ne, ti për mua, në mbarvajtjen time, të lutem lëj gjitha beton. Unë kam punën shumë më të thjeshtë. Nëse të gjitha do jenë beton, domethënë, edhe e rregullojmë çdo lloj gjëje, për mua është jeta e fundit se i kaloj projektet domethënë si letra dore. Ideja është se ajo esenca bën atë ndryshimin më kolosal të mundshëm. Revolucioni industrial ka këtë anën që thonë që këto gjitha e dim të balkën me çelik e tjerë minimaliste, Crystal Palace, për shembull, vdesin njerëzit ta përmendin Crystal Palace e tjerë. Por revolucioni industrial do ta marrim në kontekstin gjerman për shembull. Godinat e Siemenzit, për shembull, pavarësisht se janë bërë gjitha në një lloj karabinaje, për shembull, siç thonë në shqip, ose struktura mbajtëse që është jo larg nga ajo që përdorim ne sot, fasadën e vetë kanë pasur me ato tullat e vogla të pjekura. Kryevepër është një nga gjërat më të shtrenjta të momentit në Gjermani. Nëse do të bësh një gjë. Projekti im i parë që un kam qenë pilot për shembull, ka qenë një godin luksoze në, le të themi, bllokun e Berlinit. Edhe ai kishte të njëjtën fasadë për shembull. Edhe para disa kohësh unë shkova atje me një mikun tim, ndjesia ishte normalisht, se edhe projektimi i parë shumë e mirë, por kur shikohet gjithë ato vdeksirat rreth e qark për shembull dhe hidhje syt nga kjo një gjë aq e bukur, aq frymëzuese, ato tullat e vogla që ishin tek njëra tjetra, ajo korniza e harkut të mermerit në katin e parë, bezha që e thyen atë kafen. Janë projekte që kam tani. Më vjen turp që jam tek ai projekt, është një fasadë betoni, është një fasadë varur betoni që është nuk më jep ndjesi të mirë, nuk më bën të ndihem mirë, se është një ngjyrë që nuk e di, nuk ndjell, më duket, shiko, unë e kritikoj për vetëm një fakt arkitekturën moderne se më duket shumë depresive. E kupton? Më duket sikur arkitektët janë fokusuar shumë tek ndjenjat e tyre, si janë ndier për momentin, dhe janë bërë si artista. Më shumë, edhe në vend që të mendojnë që si mund të sjell diçka që do i bëjë të tjerët të ndihen mirë, kanë shprehur ata që ata ndjenin në moment, edhe nëse ata kanë qenë të mërzitur në atë moment, ka dalë një fasadë gri, që gjithë secili do ndihet gri. Unë mendoj se arkitektët janë bërë më shumë si inxhiniera që duan të mbarojnë sa më shumë punë dhe të japin zgjidhje, se po të ishte elementi artistik më i theksuar, më besoj një artist nuk punon me sipërfaqja e të zbrasta. Por po t'i rikthehemi pak diskutimit, që të pëlqen Hagia Sofia jo vetëm se ka dekorin edhe ornamentin, ose ty të pëlqen Partenoni ose këto objektet romake, jo se kanë detajet e ornamentet, por kanë ritmin, kanë rregullin e artë, kanë elementin e akustikës, kanë elementin e qëndrësisë, kanë elementin e organizimit. Është shumë më komplekse se çfarë ornamenti dhe çfarë detaje. Flasim aty për një filozofi projektimi që mjeshtrit, nëse i referohemi jo vetëm arkitekt, po mjeshtrit e asaj kohe, donin të linin një gjurmë që do jetonte përjetësisht. Edhe ja kanë dalë. Ka qenë objektivi përjetësia. Ti kur futesh tek Hagia Sofia, ti ke një gjendje akustike të jashtëzakonshme. Kur ti shkon tek Epidauri në Greqi, akustika është jashtëzakonshme, se janë objekte të cilat ose janë vepra të cilat janë krijuar për të rezistuar shekujve. Partenoni, një nga gjetjet për mua më të bukura, Partenoni, përveç se ka sensin e harkut, vjen kolona me një hark të lehtë për të dhënë perceptimin në një perspektive dhe një lartësie të re, jo ekzistente. Çfarë ishte? Çdo kolonë ka qenë e prerë në rondele dhe në aksin kryesor ka pasur plumb, pikërisht për të lëkundur, dhe ka pasur
detaj ose ka pasur element druare dhe e vish në të drun e arët me aroma dhe vajra esencial, që në momentin që do hynte për lutjet e ritualit çdo individ, ai të kishte ndjesinë e aromës. Pra flasim për vepra të cilat janë konceptuar për të dhënë një eksperiencë multisensoriale, fizike, vizuale, akustike, ndjesore në hatje. Ka qenë perceptim, ka qenë nevoja e tillë për të pasur një eksperiencë të plot shpirtërore. Njëjtë gjë ajo Sofia, është një objekt që është projektuar për të dhënë një objekt të plot shpirtërore. Çështja është se tani ne kemi haruar objektin ose trupin ton shpirtëror. Jemi më shumë të lidhur me trupin ton fizik konsumator edhe kemi haruar nevojat tona shpirtërore dhe emocionale. Dhe po nuk u ndryshua, që nuk ka të bëjë vetëm me arkitektin, ka të bëjë dhe me porositësin, I cili kërkon vetëm produkt fizik dhe jo shpirtëror. Dhe nuk ka si që me arkitektet ta japi atë nuk jam I pa shpresë për këto. Unë mendoj që koncepti strong arming që arkitektët në ndryshime inxhinierët kanë një përparësi. Ka një përparësi direkte kur flasim për projektin. Kur ne ulemi në ato meeting tona me arkitektët e investitorët, domethënë, çdo vesh, çdo sy drejtohet nga arkitekti. Është I kënaqur arkitekti apo jo? Është kjo ajo çfarë ai donte? Edhe në qoftë se kjo nuk është ajo çfarë ai donte, hajde Bleon, hajde Ralf, si t'ja shesim ne këtij arkitekti, domethënë që edhe kështu siç është prapë afër asaj që donte ai. Këtë unë nuk e kam si përparësi, që të më vinë të njerëzit të mendohen 2 herë përpara se sa të flasin me mua, domethënë. Mua më vjen ai thotë, o vlla, kjo nuk bëhet. E kupton? Ishte një parvaz banjë atje për shembull, rast idiot specifik pa lidhje domethënë që ishte 1,9 metër, nuk bëhej se I teknikalitetet donin 1,20 metër, e ke parasysh unë jam detyruar të jap zgjidhje, edhe unë nuk kam hapësirë fare për të lëvizur aty sepse unë I kam të dhëna. Kurse kur bëhet fjala për arkitektin, edhe më lejo të lutem të marr dhe një shembull specifik për shembull në një nga 3 projektet që unë kam tashmë në dorë, ishte fiks për fasadën. Edhe në atë moment për shembull, ata e kishin edhe mundësinë, edhe kapacitetin financiar për ta vendosur. Edhe pse është një nga zyra që është diku te 50 vite që ekziston në Berlin dhe ka bërë gjëra shumë të mëdha, e vjere në tonalitetin e zërit të tyre, edhe në fytyrat e veta që e kishin humbur dëshirën. Është ajo që ti përmendë pak më përpara që thjesht duan ta mbarojnë, duan të hecin me tjetrin, domethënë. Edhe nuk ka balancë këtu. Nuk është ai yin yangu. Ai që duhet të mendojë që ta mbarojmë, ta heqin, duhet të jem unë dhe investitori. Xha janë 2 veta. Xha janë 2 karaktere që mundohen ta mbarojnë. Pse duhet të vish dhe ti tek varka jon, që të jemi të 3 që duhet ta mbarojmë? Jo. Ti duhet të jesh yangu I yingu ton. Ti duhet të bësh. Jam dakord. Mua kjo më mungon thellësisht domethënë. Thellësisht domethënë. Jam shumë dakord për këtë. Edhe është pikërisht ajo që përpiqem që t'i jap studentëve të mi në klasë, atë grimsën e pasionit. Se është kthyer profesioni si një lokomotiv për të nxjerr para, po harojmë se çfarë gjurmë dhe impakti lëm në komunitet dhe në qytet. Është një shprehje që thotë që gabimet e doktorit I mbulon dheu, gabimet e arkitektit mbeten mbi dhe. Ne nuk e kuptojmë këtë, që mungesat tonë e pasionit ose mungesat tonë e maturisë mbetet edhe lë një impakt shumë më të madh se sa mendojmë. Sa çdo lloj gjë tjetër, sa çdo lloj produkti tjetër që ekziston. Dhe do kohë, do maturim, arkitektët nuk mund të pretendojnë që të jenë arkitektë mëdhenj që në fazat e tyre duhet të piqen nëpër zyrat e arkitekturës, të kalojnë sfida, të lexojnë, të udhëtojnë, të mbushin veten e tyre. Unë nuk je I mbushur, s'ke si çfarë të japësh nga vetja në aspektin emocional se shpirtëror, s'ke si çfarë ngrohtësie të japësh.
po nuk je në kontakt të vazhdueshëm me natyrën, s'ke se si të krijosh detaje të bukura. Se natyra është inspirimi. Shpeshherë më duket e kot, shpeshherë që të hapim librat, që ndërkohë burimi më i bukur, inspirimi është natyra. Kupto mekanizmat, jo parencën, jo objektin e lulës në vetvete, për mekanizmin se si natyra ndërton, si krijohen ato rrjetat e mirimangës, janë të jashtëzakonshme, jo vetëm në aspektin estetik, por edhe në aspektin strukturor dhe në aspektin e qëndrueshmërisë. Dhe më lejon mua për shembull të shtoj tek pjesa e natyrores që le të themi edhe prap se po të marr shumë shembull specifik, po më duket sikur e kam pak mlefe, duhet ta nxjerr nga vetja. Po ne kemi një rast specifik për momentin, për shembull që në banesat e veta kanë vendosur që le të themi një pjesë, një cep ta lënë betonin ashtu si është, pa e suvatuar, pa asnjë lloj gjëje. Tani je fiksuar me betonin, ke një kështu mbledh domash. Unë betonin e adhuroj. Domethënë është gjëja që na ka, pavarësisht se na ka shtrydhur trurin, na ka futur ne si inxhiniera, domethënë nuk e di si më kanë dalë thinjat akoma nga të gjitha, nga 5 konstruksionet që kemi pasur në shkollë, por edhe është vegla magjike, nuk e diskutoj fare këtë. Po prap nuk e jap të drejtën të jetë atje ku s'duhet të jetë për shembull. Projekti i dytë që kam bërë unë ka qenë një ekspozita Gjermania e quhet ajo, që bën ekspozita arti. Për shembull, gjithë hyrja atje, gjithë forieri, për shembull, është beton. Ama është beton i dukshëm, edhe është i përshkruar që është i dukshëm. Kualiteti i tij është si një faqe bebi. E ke parasysh? Kemi bërë dhe një atëherë ne që nuk e di, o zoti i madh, çka kemi ka lehequr atëherë, është një shkallë që ngrihet 360 gradë pas një lloj kolone, domethënë në 7 metra lartësi, e shumë e vështirë. Pa ajo i jep e bukur, sepse ajo është forie, ajo është shtalla hyrëse, domethënë, dhe e ke të gjitha akustikën, çdo lloj gjëje është on point. Në banesë nuk është. Në banesë nuk është, sepse çdo lloj gjëje aty të bën sens atje. Edhe te ky cep i murit këtu për shembull është vendosur kozmetik betoni aty ku ka qenë priza përpara që arkitektët vendosën ta heqin, u ta lëm këtu, ta vëm këtu. Edhe ajo është kështu peci. Domethënë, edhe arkitektët mendojnë se kjo është gjë shumë e bukur. Po nuk është e bukur ajo. Se këtu do dalë te objektiviteti. Këtu dua unë që të bëj atë debatin e zjarrt të zihemi, domethënë e të grindemi edhe çdo lloj gjëje tjetër. Sepse nuk e është banesë, do të jetë ngrohtë, do të japin ndjesinë e rehatist, ti do kthehesh një ditë për ditë nga puna, edhe ti duhet ndihesh mirë në atë lloj ambienti, duhet të japi atë qetësinë momentale, o jo vetëm, sepse edhe duhet zgjasi. Unë për shembull, për zotin, unë bëj me dhimbje koke në Tiranë të Myslimshyri, kur janë ato pllakat kështu për shembull, kur është vënë një nga ato pllakat që është vënë re, që është pak ngjyrë më tjetër. Mua më prishet dita aty. Domethënë, sa shikoj një nga ato pllakat, unë nuk di, dua një 2-3 orë që të vi në vete prapë, domethënë, mua më bezdisin këto lloj gjëra. Është normale, nuk je i vetë. Pikërisht. Imagjino tani të jetosh në një shtëpi ku ajo pllaka është për ditë, sa herë që të kthehesh ti nga puna, ajo pllaka që nuk është në vend është për ditë aty. Dakord, është problemi i arkitektit, por personi që banon aty, çfarë roli ka? Mos është një reflektim edhe karakterit atij? Banesa është akoma më, nëse ka diçka që është subjektive, është banesa dhe interieri. Është vetëm gjë që nuk mund të them që është absolute. Nëse flasim për të bukurën si koncept absolut, ku ti mund të marrësh disa parime për ritmin, për harmoninë, hierarkinë, strukturën, qëndërsinë, pra ke element për të folur se si ne mund të krijojmë objekte të bukura. Banesa është shumë individuale. Banesa është e bukur për individin edhe për karakteristikat e tij, për mënyrën e jetesës, për personalitetin, për mënyrën e jetesës. Aty është ego dhe karakteri i arkitektit, mund të them që nëse më përpara raporti është 50% me 50%, këtu është 70% me 30%.
është totalisht raport ish drejt. Arkitekti mund të edukojë shijen, por nuk mund të dalë nga shija dhe karakteristika e vetë individit. Dhe po të them rastin tim, projektit tim të parë që kam bërë. Edhe është një rast shumë interesant. Sa kisha dalë nga bankat e shkollës. Periudha që kisha mbaruar shkollën ishte një lloj periudhe që eksploronte shumë arkitekturën parametrike. Unë me backgroundin tim si arkitekte, artiste, ka pëlqyer gjithmonë skulptura, e mora si sfidë që investitori më tha, bëj çfarë të duash, je i lirë. Sa mirë, thash unë, sa bukur që unë mund të bëj çfarë të dua. Edhe bëra një interier që ishte totalisht e bardhë, me dru, me element skulpturor, me detaje dizajni, me detaje shumë të bukura të pllakave, edhe në pamje të parë ishte një interier shumë i bukur, shumë i pastër, shumë modern, shumë i sofistikuar. Çfarë ndodhi? Mbas 6 muajsh, ai interier nuk shifej me sy. Pse? Se unë bëra gabimin më të madh, edhe kam ndryshuar totalisht mendim. Unë aty hodha konceptet më ideale për atë të bukurën që unë mendoja për interierin, për funksionin që më dha. Pa marrë në konsiderat karakteristikat e pronarit, stilin e jetesës, njerëzit që të sillte në atë lokal, pa marrë në konsiderat totalisht elementi njerëzor. Mbas 6 muajsh, ai lokal ishte plot me korniza me ngjyra, të cilat ishin një kornizë këtu, një kornizë këtu, një kornizë këtu, një kornizë këtu. Ku dua të dalë? E vërtetë është që në momentin që dorëzova Celset, ai objekt nuk më përkiste. Se ishte objekti pronarit, por as atit nuk i përkiste më. Se nuk ishte për atë. Ku dua të dalë? Interieri është pikërisht mënyra se si investitori ose porositësi krijon sinergji dhe komunikim me atë që do të zbatoj mënyrën tënde të jetuarit. Se ti çfarë bën? Ti kthen në material mënyrën të jetuarit të një person tjetër. Por nuk mund ta edukosh në formë të tillë që ti ta heqësh totalisht nga karakteristikat e veta. Ti mund të përmirësosh disa elemente, por nuk e nxjerr kurse kuri nga ajo që është me të vërtetë ai. Prandaj raport që ti krijon me jo investitor si një individin që jep para, por me përdoruesin, është shumë i rëndësishëm. Ti arkitekti thjesht mund të edukojë, por nuk e transformon. Unë sa ishte ndroj lart, domethënë për sa i përket interior design, unë jo vetëm që nuk e kam kualifikimin, po më amendja nuk e kam as të gishtin e art, domethënë që të mund të vlerësoj në një mënyrë të shëndetshme për shkak për sa i përket atë, nuk është subjektive, por Gjermanët kanë një shprehje që thonë kunde lässt sich gerne führen, që përkthehet në shqip që klienti ka qef të merret për dorë, kështu dhe ti tregosh gjëra të bukura. Domethënë që t'ia vendosësh ti t'ia shesësh se çfarë është e bukura. Klientët vdesin që ti t'i shesësh diçka. Tjetër. Por kjo nuk është shitje, për mua është edukim. Ti edukon klientin, i edukon shijen, por ti nuk mund ta transformosh. Pra nëse ke një bie fjala e themi domosdoshmë nëse ti ke një kapacitet 70% mund ta çosh deri te 10, por nuk e çon deri 100. Nuk e ngret dot më shumë. Se do vi një moment që ai në moment që ti nuk e ka në lëkurën e vetë të transformoj. Nuk dhe pranoj në fillim, dhe pëlqej, por nuk dhe përvetsoj. Do jetë si një kostum që i ri e madhe. Që më pëlqen deri tani tek ti është që përveç se të gjitha arritjeve tua si profesoresh edhe të gjitha gjërave të tjera, po e vë re që je jashtëzakonisht shumë fort në diplomaci, goxha diplomatike, përgëzoj për këtë. Sepse kam gjithë kohës duke që dua të përmundohem, domethënë e thën kështu në gjuhë të përditshme të fus në një cep që të më japësh një përgjigje, domethënë ashtu cop siç e duam ne inxhinierët, por që është shumë e vështirë, nuk po ja dal dot akoma. Unë mendoj copi ka thënë përgjigjet, nuk është se në realitetin që ne jetojmë. Mund të më japësh një mendim personal si e percepton ti ato godinat e reja në Tiranë?
Tirana është një fushë eksperimentimi, është si një adoleshenti që diplomacia akoma prap. po gjen veten. Joana Diamandi, si e ndjen ti veten kur i shef ato godina? Pavarësisht eksperimentit, pavarësisht atij zvicerianit, pavarësisht çdo gjë tjetër. Ti duke shkuar nga kafja në punë, nga puna në shtëpi, nga shtëpia në punë, këto lloj gjëra domethënë. Një individ i thjesht pas një lloj pozicioni duke e shijuar ose mos e shijuar atë godinë. Cili është mendimi tejet personal, subjektiv? Nuk mund të marr raste specifike, por është si një adoleshente që akoma se ka gjetur veten. Edhe provon fustanet e mamit edhe të mikeshave të veta. Kryevepër. Më bukur nuk më kishte shkuar në mendje fare ai lloj paralelizmi. Goxha i goditur. Po nëse ka gjetur veten, është në kërkim të identitetit. Është një identitet shumë dinamik, por është në kërkim të gjetjes së balancave. Wow. Sa dëshirë ka nga investitorët shqiptar për të mbështetur stafin akademik në Shqipëri për shembull, ose për të mbështetur arkitektët shqiptar? Dëshirë? Janë në proces edukimi dhe investitorët shqiptar. Është një, si ta them, është një begati që është goxha e freskët, edhe investitorët shqiptar ende nuk janë mësuar me këtë lloj begatie, nëse mund të vëmë emrin begati. Prandaj e shoh një situatë që në proces e sipër. Mbështetja e akademisë është duket shumë qartë sikur akademia dhe tregu nuk funksionojnë bashkë. Ka nevojë për shumë punë edhe për shumë dialog që akademia dhe tregu dhe privati të afrohen dhe të vinë në një lloj pikë komunikimi. Diamandi mendon që si investitorët dhe studentët edhe pedagogët edhe prindrit akoma vuajnë tejet faktin ose le të themi sindromën e inferioritetit që kanë zakonisht gjitha këto vendet le të themi të Europës lindore, që ne mendojmë që gjithmonë ai që vjen nga jashtë është më i mirë. Ata e bëjnë më mirë, ata e bëjnë më bukur, ata janë më të mirë se ne. Mendon se akoma vërtet ne vuajmë, domethënë, edhe si personalisht, por edhe si industri e gjithë nga ky lloj kompleksi inferioritetit? Pa diskutim. Për mua është një proces që do zgjasë edhe pak. Do zgjasë edhe pak se akoma nuk ka bërë ciklin e vet. Mos harrojmë, ne kemi pretendime që Tirana dhe Shqipëria të ndryshojë dhe të shohim versionin e saj më të mirë, ndërkohë sa janë vitet e demokracisë? 30? Okej, në aspektin të gjerë, demokracitë të tjera kanë kaluar shekuj dhe shekuj, situata civile, situata ekstreme brenda shekujve, dhe ne kërkojmë brenda 30 vitesh të bëjmë kapërcime që vendet të tjera janë dashur shekuj me radhë. Është pak edhe pa pjekur nga ana tonë edhe shumë, si ta them, po tregojmë shumë të paduruar. Dakor, koha kalon, po tregojmë shumë të paduruar. Është një proces që do të bëjë ciklin e vet. Ka një lloj mënyre që ne aktivisht, domethënë, mund të base jo ta luftojmë, po të paktën të shtym këtë kompleksin e inferioritetit, domethënë. Çfarë mund të bëj unë për shembull? Unë jam një njeri për shembull që bëj këtë podcastin tim, flas me njerëz të interesant. Çfarë mund të bëj unë për shembull për të ushqyer këtë ndjenjën e kundërt të inferioritetit, që ne nuk jemi inferior, që ne nuk jemi të këqij. Të jemi mirënjohës për të mirat që kemi. Se shohim vetëm ato që na mungojnë, edhe harrojmë të shohim të mirat që na jep që vendi, edhe të mirat e oportunitetet që na jepen në çdo situatë për ditëshmërisë tonë, që nga natyra, qoftë nga dinamikat e njerëzve, qoftë nga njerëzit që të japin zgjidhje, qoftë nga fakti që ti mund të arrish të gjesh zgjidhje shumë më shpejt se sa në vende të tjera. Pra, nëse ne heqim syt nga mangësitë që patjetër ekzistojnë, do ekzistojnë,
por hedhim syt në të gjitha të mirat që ne na ofrohen, në të gjitha të mirat që ne na rrethojnë, në si të them, një hap më larg inferioritetit. Se do kuptojmë që realisht kemi vlera për të treguar dhe kemi vlera për të ofruar. Për studentët që ulen në auditorium edhe të tjera, çfarë është gjëja më e rëndësishme që ata duhet bëjnë të kujdes ose cila është ai sistemin e vath në vesh ta kesh vath në vesh? Ku duhet të fokusohen më shumë studentët për shembull? Sikur edhe në rastin specifik të interior design. Çfarë duhet të ketë një njeri parasysh që ose cila është metodologjia që të marrësh sa më shumë të mundëm nga ai leksion? A më dëgjon tashmë? Po. Pyetja ishte që për studentët ose për ata që janë akoma duke e zhvilluar veten e tyre, akoma duke mësuar, cila është metoda më e mirë ose çfarë duhet ata të kenë parasysh që të përthithin sa më shumë informacion edhe të mësojnë sa më shumë, sa më shpejt munden? Atëherë, si fillim të heqim fjalën të mësojnë sa më shpejt të munden. Çdo gjë merr kohën e vet. E para, do pasion, jo vetëm interieri, për çfarë lloj profesioni, po nuk e bëre me një pasion, cili pasione të buron për së brendshmi, ti do kesh shumë sfida. Dhe ti duhet të kesh të armuar veten tënde më shumë vegla, po vegla që vijnë nga brenda, që ti të përballesh këtyre sfidave me sa më shumë dinjitet dhe me sa më shumë përmbajtje. E dyta, të jenë kurioz dhe ti mëson jo thjesht duke lexuar, ti mëson nga çdo moment e përditshmërisë tënde, nga natyra, nga njerëzit, nga vëzhgimet, nga situatat e papritura, qoftë nga momentet të cilat janë totalisht të paparashikuara, kurioziteti dhe dëshira për të pyetur. What if? Po sikur. Domethënë, të kthehesh vazhdimisht, të jesh mjaftueshëm i aftë dhe fleksibël, të kthehesh vazhdimisht në gjendjen tënde fëminore. Po jo në gjendje fëminore duke qenë i papjekur, por në gjendjen tënde fëminore që ti pyet, je kurioz dhe je vëzhgues. Ishte një eksperiment, edhe kur hap klasën time në design, e them gjithmonë. Në një klasë u bë një eksperiment. Ishin 2 dhoma, një dhomë me fëmijë dhe një dhomë me të rritur. E njëjta sasi. Dhe në atë dhomë, në secilën prej këtyre dhomë, u mor një objekt, një sende shumë e vogël, që është ajo kapsja e letrave. Edhe secilës dhomë i dha detyra. Çfarë mund të bëni me këtë sende? Nuk ka rëndësi sendja, po çfarë mund të bëni? Më jepni 5 funksione të ndryshme. Në dhomën e të rriturve mund të kenë dalë maksimumi 8 mënyra ripërdorimi ose ndryshimi. Në dhomën e fëmijëve, ajo sende ishte transformuar me forma nga më të çuditshme, nga më të habitshme, që mund të kenë dalë 25 forma mënyra përdorimi dhe rikonceptimi të një sende kaq modeste dhe shpeshherë të pa dobishëm. Pra, gjendja ose aftësia që ti të kthesh ajo gjendje fëminore, kur ti nuk duhet të dalësh jashtë kufive, por ti duhet të kuptosh që je përtej kufive. Është një aftësi e madhe. Më fal, do të bëj një pauzë, se kam një... Okay. E pra, dashur miq, me të biseda ka shumë tëlla, prandaj gjithë duhet të ndiqni Buçi Podcast. Ky episod normalisht ka dalë prej shumë kohësh në Patreon, ku ju mund të bëheni pjesë në çdo moment të mundshëm. Dhe mund të na mbështesni dhe me të tjera përveç se Patreon, si Spotify subscribers dhe Buy Me a Coffee apo linket e tjera. Por ju vetë, gjëja më kryesore është ju të dëgjoni, ta shpërndani me miqtë tuaj nëse mendoni se kjo bisedë ka vlera, që ta diskutoni, të jepni mendimet tuaja në komentet tona dhe sa më shumë të bëni like dhe ta shpërndani me miqtë tuaj. E bëra reklamën. Shumë mirë.
pra kurioziteti dhe aftësia për të qenurit prapë fëmijë, të mendosh se je jashtë kutive, jashtë kuadratave. Na erdhi dhe një mikesh tani. Mua më duket vetja vërtet Edhe shumë rezistore. seriozisht në shumë herë në përditshmëri që edhe më vjen keq për këtë. Edhe në shumë situata është tillë. Jordan Peterson ka thënë për sa i përket rritjes të fëmijëve, watch your kids do dangerous things carefully. Shiko, domethënë ose kujdesu për fëmijët kur ata janë duke bërë gjëra të rrezikshme në mënyrë domethënë të kujdesshme dhe ti duhet të vëzhgosh të shikosh të mendosh të japësh një mësim kam pas. Edhe unë si Blion në mendjen time e shtoj ndonjëherë pse mos të bëjmë ne gjëra të rrezikshme vetë valla? Pse vetëm fëmijët mund duhet të bëjnë gjëra të rrezikshme domethënë me kujdes? Pse mos të bëjmë dhe ne gjëra të rrezikshme me kujdes? Ku është problemi? E shikoj veten ndonjëherë të izoluar edhe vetëm domethënë kur këtë what if-in, unë edhe mua nuk më shkon shumë herë në mendje. Shumicën e kohës e kujtoj veten ose e detyroj veten domethënë që lëre një herë gjithë teknikën që ke nga mbrapa, lëre pas çdo lloj dije teknike që ti ke dhe se si funksionojnë gjërat. Shikoja njëra ashtu siç është. Shikoja ashtu siç është. Çfarë mendon ti? Çfarë mund të bëhet? Nëse ti s'do kishe asnjë nga këto teknikalitetet. Çfarë do mendoje ti për këtë gjë? Është e vështirë. Ndonjëherë për shembull më duken si psikopat, mes 10 vetave që thonë që po ne dim se sigurisht janë rregulla teknike. Rregulla teknike janë vendosur diku në para 4-5 vitesh. Jemi këtu sot me këtë problem, me këtë unikat. Është e vështirë, por e ka treguar që funksionon më shumë herë se sa jo, kështu që. Po të lexoja një artikull për parimet e prindërimit, se me të vërtet mund të jap mësim në fakultet, por për mua nëse ti edhe gjithmonë me dëshirën për të kuptuar edhe backgroundin edhe mënyrën e formimit të brezit të ri, të shifja një analogji dhe thoshte janë dy sisteme prindërimi. Prindët të cilët kërkojnë të jenë perfektë, dhe cilët modeli prindërimi që kërkojnë të jetë mjaftueshëm i mirë. Edhe në shembullin e parë tregojnë raste të prindërve që i japin fëmijëve të gjitha mjetet, i japin kushtet perfekte, situata ideale. Mund të themi janë fëmijë që më lejo ta përdor fjalën trauma, për mua është pak egzageruar, pas një trauma. Dhe ke edhe një sistem tjetër, që është të jesh një prindër mjaftueshëm i mirë që krijon kushtet minimale, por ama lejon fëmin të kalojë të situatat e vështira, të ketë traumat e veta, por krijon mekanizma të cilat ai di ti përballet pikërisht këtyre sfidave dhe traumave. Dhe shohim që në rastin e prindërve që kanë atë sistem dhe dëshirën që të jenë prindër perfekt, shohim që pikërisht edhe këta fëmijë kemi shfaqje të stresit, shenjat e para depresioni, një pamundësi për të pranuar dështimin, paaftësia për të pranuar dështimin është shumë evidente vitet e fundit, mungesa e durimit për të kapërcyer faza, nevoja për të bërë gjëra të shpejt, se në këtë formë i kanë marrë. Është pikërisht reflektimi, ne nuk mund të bëhemi më të duruar nëse nuk kthehemi pikërisht tek bazat të cilën ne jemi formuar. Dhe në rastin e kundërt, në atë sistem prindërimi që është mjaftueshëm i mirë, kemi fëmijë të cilët mbase nuk janë absolut, por kanë aftësi fleksibiliteti, kanë aftësi për të dhënë zgjidhje, kanë mekanizma të cilat nuk i përjetojnë dështimet në mënyrë personale, kanë aftësi për të tërhequr ndaj situatës dhe janë më të aftë të rikthehen dhe të rimëkëmben. Dhe në këtë pikë ti arrin të kuptosh që me të vërtet ti mund të kesh atë dëshirë të jesh ai prindër perfekt, por a është ai modeli dhe mënyra e dur?
Edhe aty fillojnë të gjitha këto lloj Edhe me sa çështje. kam lexuar unë në psikologji edhe filozofi, ai model asnjëherë nuk do funksionojë dhe matematika mua më çon të besoj që asnjëherë nuk do të funksionojë edhe në të ardhmen. Sepse unë jam i bindur tashmë që ky perfeksionizmi që jepet tek që parashtrohet tek fëmijët, domethënë që duhet të kenë të gjitha në çdo lloj momenti, i detyron fëmijët të qëndrojnë fëmijë edhe kur nuk duhet të jenë fëmijë. Edhe kur e kalojnë moshën për të qenë fëmijë, ata prapë janë fëmijë, se mendoj sepse gjithë bota, domethënë aty janë egocentrik, që edhe dielli edhe planeti rrotullohet rreth tyre dhe çdo gjë do të përputhet te egos vet. Edhe kjo ka sjellë jashtëzakonisht shumë probleme, domethënë jo vetëm në industri, po edhe në shumë fusha të tjera të jetës. Kjo mbase do ishte edhe një bisedë akoma tjetër më e gjatë që ne do të fokusoheshim, por e madhe nuk do të mbajë shumë në këtë mbrëmje që po e regjistrojmë. Mendoj se është një piknisje, le të themi, për një puntatë të dytë që unë me shumë kënaqësi të doja të kisha përsëri pasi e shijova çdo sekond të kësaj bisede. Edhe është ndihem mirë që më në fund të flas me një arkitekte që e ka durimin të dëgjoj. Edhe pse je duke ja futur kot mbase në shumicën e gjërave, por që prapë është durueshëm, mjaftueshëm çdo që okay, you let it out. I'm going to be there. Kështu që Cili ka për të dhënë atë pjesën e vet nga vete, kështu që minimumi që mund të bëjmë është të dëgjojmë. Është një aftësi tjetër që ja sugjeroj të gjithëve. Duhet të kultivojmë aftësinë për të dëgjuar, por të dëgjuarit në mënyrë aktive. Po, jo, injorimi është shumë i keq. Më mirë ik fare se sa ta injorosh tjetrin e të bën sikur të gjë. Po, aty jam dhe unë i njëjti që është e keqe shumë. Ka ditore ku njerëzit vinë dhe punojnë me qelqin. Mund të ndjekin nëse janë në social media ose në platforma që mund të kesh në dispozicion. Më keni në Instagram Joana Diamandi, por mund të ndihni disa nga punimet e mia tek Diamandi Studio. Aty kam punime në fushën e arkitekturës, interierit, por periudhën e fundit jam totalisht të fokusuar në punimet e xhamit. Kur të dojë mund të vi të ndjeki një glass experience, të bëhet edhe një herë fëmijë duke ardhur në studio dhe duke realizuar produktet e veta prej xhami për të rigjetur edhe një herë atë fëmijën që ka brenda vetes. Nga që u futëm shumë thellë në bisedën, ja prapë edhe egoja që dua të diskutojnë atë për që dua unë më doli fatkeqësisht nga mendje fare. Punim xhami në Shqipëri e trashëguar nga familja. Jashtëzakonisht shumë interesant. Nuk kam dëgjuar asnjëherë për këtë lloj gjëje, domethënë, dhe jam goxha kurioz. Për çfarë bëhet fjalë specifikisht? Imat është artist, është piktor, i specializuar në punimin e vitrazhit, edhe prej shumë vitesh kemi një aktivitet, një studio në Tiranë. Ndryshimi që unë ma bëj në krahasim me babain është nëse për babain arti është një mjet personal, një mjeshtrim që i e shijon si artist solo, si individ, unë e shijoj duke ndërvepruar me njerëzit. Dhe vitet e fundit jam duke eksperimentuar, por jo duke eksperimentuar thjesht për të nxjerrë atë nevojën time, shpërthimin tim kreativ, por për të ndërvepruar me njerëz dhe pikërisht për të nxitur këtë lloj pasioni dhe më e lashtë, më e vjetër që ne shohim edhe në përkisha katolike, por kemi edhe teknikën fuzion që është pjekja e qelçit në temperaturë 850 gradë. Për te pjesës teknike, më tepër më intereson që njerëzit që vinë në studio të gjejnë një oazë ku të krijojnë dhe të përfshihen në mënyrë pak më kreative dhe më personale me diçka që nuk e kanë në përditshmëri. Dhe për sa i përket veprimtarisë time artistike, më intereson të ndërveproj vazhdimisht me komunitetin. Ekspozita ime e fundit që zhvillova para 2 muajsh tek Parking Gallery pranë komunitetit të Pakicave kombëtare ishte një fushat sensibilizimi për riciklimin e shisheve të qelqit,
ku i kërkova komunitetit, të restoranteve, njerëzve, individëve të sillnin produkte qelti që kishin në shtëpi dhe nuk i përdornin, si kavanoza, shishe. Disa prej tyre mund t'i bënin, mund të zhvillonin produktet e tyre, por në rastin tim ato ishin materiali dhe baza që unë të krijoja skulpturat e mia për të treguar që mund të kemi një impakt pak më pozitiv në botën në cilën rrethoj. Qoftë edhe nga gjërat të cilat konsiderohen mbeti, ne mund të krijojmë gjëra të cilat mund të kenë një grimse të së bukurës. Diamandi, një pyetje që më bëhet mua si individ gjithkohës, po se ta bëj edhe unë ty. Ku e qen kohën të merresh me gjithë këto gjëra? Por mua nuk është problemi kohës, është aftësia jote për të prioriterizuar gjërat që ty të interesojnë. Në moment që ti ke aftësi për të vënë prioritete, çdo gjë mund të bëhet. Po e do robi një kafe, kështu më thonë, e do robi, pushon një ditë të diele, pse ça bën bushi regjistrimet të dielën. Jo, la fli gjumë të dielën pi një kafe. Pse do merresh ti me regjistrimin? Të gjitha mund të bëhen. Ka kohë për çdo gjë. Po si t'ja shpjegoj, unë i them që gjithëve njëve që ka kohë për çdo lloj gjëje, po shumicave të njerëzve i duket sikur është gjë e pamundur, sikur këto gjërat ekstra, domethënë që bëhet, siç është ky podcast, domethënë që ky është një nga episodet për shembull që është mishërimi i çdo lloj gjëje, që për shumë gjëra unë nuk jam në djeni. Ose thjesht e them atë mendimin tim shumë herë të pa informuar. Vetëm që ta nxjerr, që ta provoj, që qëndron, nuk qëndron, mund të mësoj diçka, mund të mos mësoj diçka. Pse është kaq e vështirë për masën, domethënë që të bëjë të njëjtën gjë, unë s'po them të bëjnë gjithë podcast, po për veten e vet të provoj diçka. Se ndryshimi do guxim. Shpeshherë të jesh i palumtur është më e thjeshtë se sa të jesh e lumtur dhe të bësh ndryshime. Ngec në atë pellgun pasiv, edhe është më e thjeshtë të rish aty se sa të bësh ndryshime. Ndryshimi do guxim, edhe jo të gjithë e kanë. Edhe ndryshimi mund të sjellë paragjykim, në moment që ti del masësh, ti nuk ke më të ngjashmit e tu. Dhe pikërisht të bërit gjërat e tilla që të nxjerrin jashtë masës, edhe do dhe guxim të jesh edhe vetëm. Dhe shumë njerëz nuk e marrin këtë guxim të jenë vetëm. Është betejë me demonët kur je vetëm, se je vetëm ti dhe koka jote gjatë gjithë kohës. Diamandi, unë të falenderoj jashtëzakonisht për të bisedë fantastike, mua më nderon presmarrja jote personalisht, por edhe podcastin. U bë shumë qefi, falenderojmë dhe njëherë Oerti në mënyrë oficiale, domethënë që më bëri të mundur personazh jashtëzakonisht shumë interesant dhe do ta detyroj tash do ta detyroj tani që e kuptova se çfarë mund të sjellë Oerti, nuk ka mundësi që të jetë më i pakt vet, kështu që do ta detyroj tashmë të vi vet. Nuk ka më zgjidhje Oerti. Oerti do ishte një episod i jashtëzakonshëm. E besoj, unë kam pasur fatkeqësisht deri tashmë vetëm një bisedë, po jashtëzakonisht shumë të gjerë me Oertin dhe shumë produktive, dhe është një personazh që ka lënë bresa tek unë, dhe unë kam, sidomos kur bëhet fjalë për gjëra që unë nuk kam shumë dieni ose nuk jam maksimalisht i informuar, për shembull, aty më ngjallet interesi gjithmonë, domethënë kur kam diçka për të mësuar, aty jam goxhaj, kam një epsh. Kështu është një çik perverse, domethënë, po unë e dashuroj atë pjesën kur unë jam unë më i vogli në dhomë, domethënë jam unë më i paditur. Ajo është. Po ti ke guxim, është një shenjë shumë e madhe guximi. S'ke frikë për të parë një orën, kështu që të bën të ecësh para. Why not? After all. Që është e mira, domethënë është. Gjithsesi, unë të falenderoj njerëz çfarë u përmendëm përpara për Instagram dhe për të tjerat. Ne do i diskutojmë pas regjistrimit së bashku dhe do i vendosim linkun në përshkrimin e videos që juve mund të jeni thjesht një klik larg ndjekjes, dhe shiko, edhe unë
Po, mu dha rasti, do vetë do ta provoj të njëjtën eksperiencë, kështu që ju ftoj të gjithëve, sidomos ata që e kanë mundësinë, po me sa e kuptua në këtë episod, nuk është shumë tek mundësia, është më shumë tek prioriteti. Kështu që vendosni në prioritetet e dëshirat e dukura në vendin e dur, investoni në veten tuaj, bisedoni, bëni gabime. Aman, ju lutem bëni sa më shumë gabime, se kur dhëmb, atëre bëhet më e qartë gjëja se si është, edhe jeni mendje hapur gjatë gjithë kohës se gjërat mira janë kudo, mjafton të kesh guxim mjaftueshëm që mbas shumë gjërave të këqija për shembull të presësh atë diamantin e vogël që do të zbukuroj një pjesë të madhe, domethënë që do vi ka pas. Unë ju përshëndes gjithëve, ndiqeni podcastin, ndiqeni mund të them profesoresh? Artisten, Joanën, Diamantin. Ndiqni arkitektën, profesoreshën, artisten, mbase deri diku edhe le të themi një guru modest pjekjes emocionale, profesionale, artistike, siç e perceptoj unë zonjushën ose zonjën Joana Diamandi. Deri herën tjetër, unë ju përshëndes gjithëve dhe e kalofshi shumë bukur. Mirupafshim. Mirupafshim. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.